miq, është momenti të zgjoheni, të uleni para ekranit, të merrni informacionet më të rëndësishme, padyshim edhe të bëheni protagonist pas pak në komunikimin e drejtë për drejtë. Ndoqet disa çështje të cilat sigurisht ishin në programin Boom, në Ora News, të cilat sigurisht janë shqetësuese. Para një herë për ilaçet, shpesh është ngritur shqetësimi për cilësinë e ilaçeve, por rreziku më i madh është i atyre që janë të pa regjistruar, pra ilaçe që nuk lejohen të hidhen në treg dhe pam që në farmacitë tona gjenden dhe sigurisht shiten fare pa asnjë lloj problemi. Ndërkohë që çështja tjetër është ajo e të sëmurëve me kancer, të cilët përveç hallit të madh që u ka dalë në jetën e tyre, duhet përballen edhe me hallin e madh për të kryer kimioterapinë, për të marrë ato ilaçe që nuk i gjen kohë etj me radhë, të cilat janë shqetësime vërtet që i përkasin një pjesë të konsiderueshme të qytetarëve shqiptarë. Megjithatë, ne do të jemi në vijim edhe për të diskutuar për çështje tjera, të cilat sigurisht janë në fokusin edhe të punës tonë të vazhdueshme apo edhe të redaksive tjera të televizionit Ora News, por edhe për të sjellë në vëmendje çfarë ka shtypi i ditës në fokus sa i përket zhvillimeve politike, jo vetëm, sepse janë zhvillime intensive që vijnë nga të gjitha sferat. Do të sjellim titujt kryesor të shtypit të ditës sot, do ta nisim me gazetën Koha Jone, martë 24 janar 2017, ballina e saj është me këto tituj. Kokëdhima, zgjidhja ime, zgjidhje edhe për Bashën, është shkrimi në faqen 3, pra kreu i lëvizjes brenda Partisë Socialiste zgjidhja i bën kërkesë edhe opozitës bashkohet në këtë iniciativë për të paktën për zgjedhjen e deputetëve. Ndërkohë, kemi titullin kryesor që ka nisur dhe sigurisht pas investigimit bërë në Ora News, nis hetimi për pasurinë e kreut e AMA. Nesër gjyqin Komisionin e Medias, pra është thirrur kreu i Autoritetit të Mediave Audiovizive Gentian Sara, është thirrur në Komisionin e Medias për të dhënë pikërisht sqarime lidhur me këtë problem. Shkrimi është faqen 6 dhe 7 të gazetës Koha Jon. Rama, 600.000 shqiptarë të pasiguruar do të marrin falas ilaçet e rimbursueshme, shkrimin faqen 10. Absolutisht një lajm i mirë për gjithë ata që i kemi dëgjuar shpeshherë të ngrenë shqetësimin tu se nuk kanë kart shëndeti dhe nuk marrin dot ilaçet të rimbursueshme, megjithse nuk kanë mundësi edhe sigurisht do të përfitonin normalisht të rimbursim të tyre, por shpresojmë të zbatohet një me një dhe sigurisht të mos ndodhë si me çështje të tjera që shpeshherë qytetarët nuk gjejnë dot zgjidhje. Pra, Ky vendim sigurisht është shumë i rëndësishëm për 600.000 shqiptarë. Është deklarata kryeministrit në faqen 10. Investigimi, 3 gjyqtarë të apelit të Durrës nën hetim për korrupsion, shkrimin faqen 9, shkuan e pan El Klasikon me dyshohet, pra ky është hetimi se u paguan nga një biznesmen me cilin kishin një çështje civile me të. Speciale, unë jam mirë kur është mirë Shqipnia, 101 vjet nga vrasja e Isa Boletinit, shkrim vërtet shumë interesant, faqen 24, keni këtë. Ndërkohë, kemi edhe lajmet e tjera që vinë nga zhvillimet e ditës, Ministri i Financave, Arben Ahmetaj, rekord pozitiv në investimet e huaja në faqen 11. Bruksel bashkë atakohet me presidentin e ri të Parlamentit Evropian në mbështetje për Shqipërinë në faqen 4, ky shkrim. Reforma në drejtësi për çështjet e terrorizmit duhet të njoftohet edhe prokuria e posaçme, shkrimi në faqen 8. Reforma, balla apel PD-s, lini bojkotin dhe e jani në komisione, shkrimi në faqen 2. Projekt ligji, të gjitha detyrimet edhe gjobat që falen për biznesin në faqen 16. Deputeti Alfred Peza, sulmi për pasurinë time është politik, u orkestrua nga Partia Demokratike në faqen 5. Berat, bashkia dhe TAP japin ndihma për familjet në nevojë, shkrimi në faqen 15. Futeni në listë edhe zonjën që ka kaq kohë që i bën apel, po i drejtohen bashkisë Beratit në këtë rast. Speciale, 75 vjet në kërkim të gjyshit nga Besim Dybeli në faqen 20 është ky shkrim, ndërkohë që projekt ligji që vjen në faqen 18, 2017 do të jetë viti i investimeve në periferi. Absolutisht është e domosdoshme periferia e Tiranës, tani duke futur edhe fshatrat e Tiranës në këtë zonë, kanë nevojën e madhe për vëmendjen e bashkisë tashmë me reformën e re territoriale. Kalojmë tani në gazetën shqiptare, e cila vjen me titujt e saj kryesor, 2400 oferta punësimi në shtet dhe privat.
aplikimi online, listat e vendeve të lira në Tiranë e në rrethe, shërbimi kombëtar i punësimit, kërkon inxhinier, edukator, elektricist e punëtor krau, udhëzimi si të krijoni llogarinë personale në internet. Është sigurisht edhe një foto ilustruese pra e vendeve vakante, faksimilja e nxjerrë nga kompjuteri. Shqiponja në ushtrinë greke, dënim me burg për 7 shqiptarët. Athina cënohet siguria kombëtare. Çfarë rrezikojnë të rinjtë emigrant? Ushtria u sekuestron edhe celularet nga Gerilina Kodheli, shkrimin faqen 19. Shpresojmë sigurisht mos ketë veprime përtej asaj që duket ndaj këtyre emigrantëve shqiptarë që janë të detyruar të bëjnë edhe shërbimin ushtarak grek. Deputeti i PS-s Alfred Peza, divorcin tim, 2 fëmijët e morën vesh nga TV-t, pra nga televizioni, faqen 6 shkrimi. Sytari, ndalimi i Emine Alushit në Shkodër ishte i pakuptimt, mos na lidhni me ISIS në faqen 11 ky shkrim. Rajon, Blici serb pakt me Shëban, Putini do ta njoh Kosovën në faqen 18. Absolutisht do të jetë një lajm i rëndësishëm ky njohja e Kosovës nga Rusia. Tirani akuzuari në gjyq pranon se ngacmoi vajzën e vet të mitur në faqen 10. Absolutisht sinjale, alarme të mëdha për familjen shqiptare, këto që shpeshherë ndeshim në histori të kësaj natyre. Rriten pagat për 5.000 ish-punonjës, 4 muaj pa rroga, nëftëtari 2 orë mbi xhak, lutja e fëmijëve, oba zbrit në faqen 2. Në fakt u paralajmërua që djene në komunikimin e mëngjesit se do të kishte një reagim dhe do të kërkojë një reagim dhe sigurisht tashmë ka një lëvizje pas këtij momenti, pra për të zgjidhur problemin e rrogave të pamarra të punonjësve të rafinerisë së naftës në Fier, të cilët gjithashtu nuk kanë as sigurimet prej 18 muajsh, kështu që do të ketë edhe një vëmendje për këta, ndërkohë që do të ketë edhe për ish-punonjësit pagesat të cilat nuk i kanë marrë. Shpresojmë që të qëndrohet ky premtim, sepse shpeshherë janë bërë premtime të kësaj natyre. Ish truproja, ç'ndodhi me Tritan Shehun në Lushnjë, Seladin Bejaj, Leva Kokos dhe mjekimin në stadium i shkreut Partisë Demokratike. 20 vite më parë, biseda me Nazarkun në stadium me 24 janar të vitit 1997. Intervista në faqen 7 të gazetës shqiptare. Ndërkohë kemi edhe 2 opinionet e ditës që vinë në gazetën shqiptare në faqen 18 dhe 19 nga Suzanne Schutz dhe Bernard Fitoussi, partneriteti franko-gjerman dhe një mësim për Ballkanin. Ndërkohë nga Adrinur Ellari vjen opinioni në faqen 21, numërimi elektronik zgjidhja më e mirë e mundshme në kushtet aktuale, pra numërimi, jo edhe votimi. Kalojmë tani në gazetën në Shekulli, e cila vjen me titull kryesor, titulli i madh në qendër të gazetës është gjyqtari Lul Berishës në hetim. Kallëzimi pas përplasjes për një pronë në Durrës hap një tjetër çështje. Prokuroria hap dosje të re, nis hetimin për 3 gjyqtar, udhëtuan për të parë El Clasikon. Në deklaratat e pasurisë shpjegon se fitoi 2.7 milion lek dhe $4.200 në skedina, dosja e plot e apelit. Pra, gjyqtarët lekët i fitojnë me skedina. Projekti i plot. Të gjitha gjobat e taksat që falen për bizneset dhe makinat, flet drejtori Ylli Spahiu, ja si do të çregjistrohen automjetet. Bizneset ndahen në 2 kategori, para e pas 2010-s, taksat që paguhen dhe ato që do të falen. Janë detaje interesante. Pra gjithë ata që kanë pasi makinë, nuk e kanë regjistruar, se nuk kanë ditur dhe tjerë, janë bërë gjobat sa një mullar, dhe tashmë sigurisht është mundësia që t'i shlyejnë dhe duhet bëjnë regjistrimin edhe të mjeteve. Uzina e naftës, babai 4 fëmijëve, 4 muaj pa rrogë dhe në punë të rënda pa sigurime. Faqen 14 është lajmi pra që vjen lidhur me ngjarjen në Fier. Tryeza, importi mbetjeve, ricikluesit kërkojnë miratimin e ligjit në parlament, shkrimi në faqen 2. Opinioni nga agent zburimi nuk hapset ketë skenar katastrofe për Kosovën në faqen 9. Ndërkohë në krye të gazetës Shekulli kemi edhe titujt e tjerë që vinë si çdo ditë me lajmet e ditës. Ngjarja tragjike, ashensorët pa kontrolle, ja rreziqet për banorët në pallate, shkrimin faqen 4 dhe 5. Debati në parlament, grabitja e parave të Çez në Ngërç, fshihen dëshmitarët, mazhoranca në gjurmë televizisë së Noel Kalajt për 7 milion euro, avokatja e popullit nuk shkon në komisionin hetimor, shkrimin faqen 7.
Kandidatët për deputet, Koço Kokdhima, e ftoi Bashën të bëhet pjesë e zgjidhja drejtuesi i lëvizjes për reformimin e Partisë Socialiste të mbrojmë ligjin në kuvend. Deputetët të votohen më parë nga baza, shkrimin faqen 67. Dekani i arteve, piramida jo si muzej i diktatorit Hoxha, por për të kujtuar terrorin komunist është Ardian Isufi në faqen 16. Kalojmë tani në të përditshme tjetër tema, e cila vjen me titullin e saj të madh. Zbulohet një tjetër sekser në aferën e Çez, miku i Zenit nxori parat jashtë Shqipërie me makina të paregjistruar në faqen 45. Në netim, 3 gjyqtarë të Durrësit shkuan në Spanjë për të parë Real Barcelona me parat e një biznesmeni, shkrimin faqen 67. Gjyqtari i akuzuar për korrupsion kanë fituar 33 milionë lekë nga bastet në faqen 6. Deri në 3.000 euro metër katror, çmimet e apartamenteve në qendër të Tiranës ndër më të shtrenjtat në rajon, në shkrimin faqen 10 dhe 11, absolutisht. Pra, edhe nuk shiten, por çmimet nuk lëvizin, vazhdojnë të jenë të frikshme, madje. A do e heq Basha, sekretarin e partisë në Thojza shokun Sali Berisha, thot Gazeta Tema në faqen 3. Antena brenda familjes është shkrimi që vjen në brendësi, dhe në faqen 11 a është problem nga ngacmimi seksual në administratën publike, një pyetje që sigurisht gjen përgjigje në brendësi. Editoriali është nga Mirobaze, pse Berisha ka arsye të ndihet mirë me Trump në faqen 8. Ilir Zeiri, Trump dhe trollakët e politikës shqiptare në faqen 8 dhe 9. Enver Obeli, Sultanati Erdogan është në faqen 9 ky shkrim dhe Artan Fuga, të gjithë fajtorët e pafajshëm në faqen 9 të gazetës Tema. Kalojmë tani në gazetën Dita, e cila vjen me titullet e saj kryesor. Titulli i madh është investigimi 3 gjykatës dhe një biznesmen, një histori me 3 gjykatës të apelit Durrësit dhe një ndërtues, një përgjigje që nuk ua pret kur mendja për pyetjen ku i gjete parat. Sigurisht në skedina, pra kuptuam edhe përgjigjen, detajet e një padije pas gjyqit një hoteli 10 katësh në Bregdet dhe hetimi një udhtimi në Spanjë për të parë ndeshjen Real Barcelona në faqen 2 dhe 3. Në kryet gazetës kemi edhe titujt e tjerë, Matura 2017, pyetjet për 39 provimet, shkrimin faqen 16, mas programet orientuese, temat për provimet e detyruara dhe me zgjedhje. Miratohet statusi i naftëtarit, pensionet dhe përfitimet, detajet e konsensusit në faqen 4, pra u desh edhe ajo ngjarje djeshme që të viheshin në lëvizje në mënyrë sa më të shpejtë gjithë këto zgjidhje pra për naftëtarët, shpresojmë të marrin edhe pagesat e prapambetura, por të zgjidhen edhe problemet me pensionet dhe me lekët e pamara për ish-punonjësit të cilët janë larguar nga puna apo kanë dalë reformë. Gjobat dhe detyrimet që do të falen, drafti i amnistisë, cilat janë në detyrimet e bizneseve që fshihen tërësisht e pjesërisht. Shkojmë tani edhe në titullin e rëndësishëm, pra që vjen edhe këtu investigimi i bërë nga Ora News për kreun e Amas, hetimi nga ILDKPKI, bizhuteri dhe qefli udhëtimesh, njihni drejtorin e shtetit me orë $20.000 në dorë, pra është Gentian Sala në faqen 2 ky shkrim i gazetës Dita. Në brendësi, Arben Duka do krijohet një politret në këtë zgjedhje, politik në vargje është shkrimi në faqen 6. Dhe portretën në Dita, jeta e një veterineri turk në Shqipëri nga Entela Resuli në faqen 12. Dalemi tani në gazetën Mapo, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Projeksioni për 2017, mandatet e LSI-s jashtë dhe brenda koalicionit me Partinë Socialiste. Në bazë të votës 2013, nëse LSI do të dilte me një koalicion të vetin, PAPS-n do të humbiste 5 deri në 6 mandate nga ato që ka aktualisht, thot Gazeta Mapo. Nga ana tjetër, Aleanca PS, LSI, PDU, FRD do të merrte 88 deputet, shkrimin faqen 3 të gazetës Mapo. Ndërkohë, botuesi Henry Çili është pra shprehur për polemikën lidhur me media në Shqipëri. Henry Çili trepse thjesht të mijat në debatin për kapitalizmin dhe lirinë e shtypit në faqen 4 dhe 5. Peza, e vërteta e pasurisime dhe sulmi politik. Deputeti Alfred Peza e quan të sajuar politikisht gjithë historinë që qarkullon në media në lidhje me pasurinë e tij. Duke folur në Top Story, ai la të kuptojë se sulmi e ka burimi nga Partia Demokratike për të rrequr vëmendjen nga hetimi i Çez, faqen 12. Investigimi, derbi El Clasico, 3 gjyqtarë të apelit Durrës nën hetim për korrupsion, shkrimi në faqen 2.
i keni edhe në foto pra gjyqtarët e hetuar. Suplement Mapo Ekonomi, tregu informal i punës, munges kontratash dhe deklarime pagash të ulta, shkrimin faqen 9 deri faqen 11. Editorialin faqen 7 nga Arjan Çuri, ideokracia si devianca moderne e demokracisë, është shkrimi pra që vjen si qendrim editorial i gazetës Mapo. Ndërkohë komentin faqen 7 nga Naumara e shenjta e drejtë e fjalës dhe nga Mustafa Nano, ndarja e Kosovës, po të ishte e mundur, do të ishte bashkëzgjidhja e duhur, është shkrimi që vjen pra me idenë e këmbimit pra veriu i Mitrovicës me luginën e Preshevës, Medvegjës dhe Bujanovcit. Ndërkohë keni ngërçi nga Bujar Karpegjiu, unë jam zgjidhja, është efekti Trump, pra është koçokogdhima në këtë pra protagonizëm të karikaturës së Bujar Karpegjiu. Kalojmë tani në gazetën Standard, shohim titujt kryesor të kësaj gazete, dritë hijet, plani urbanistik i Veliajt, kullat shumëkaqe dhe transparenca e munguar. Është një speciale në faqen 14 dhe në faqen 17. Flet urbanisti Gentian Kaprata, të interesuar vetëm për pallate dhe jo për banorët. Serin Veliajt, rritja e numrit të katëve s'do të thotë se rritet sipërfaqja e pandërtuar për banorë. Jam Arbër Maltezi, plani klientelist, s'ka kufizim për ndalim të ndërtimeve në zonat urbane. Të ndërtimet e sheshit Skënderbej janë parashikuar ndërtimet të kullave që askush nuk i di. Është një speciale pra që e gjeni në 3 faqe të gazetës Standard. Si u abuzua me fondet për kompaninë Crown Agents, ku shkuan miliona euro shpenzime, raporti i kontrollit lartë të shtetit për performancën e doganave shqiptare, faqen 67. Në fakt, pra mbeti si hije çfarë ndodhi, si ikën, çfarë morën, çfarë bën dhe çfarë sollën Crown Agents në doganat shqiptare. Propozo deputetin Basha, ndryshimi i politikës urgjencë kombëtare, ushtroni vetë qeverisjen, shkrimi në faqen 3. Ndërkohë në foto është edhe me kreun e Parlamentit Evropian të sapo zgjedhurin Tajani. Titujt e tjerë në brendësi të gazetës Standard, e cila vjen pra me argumentat kryesor, është 4 muaj pa rroga, naftëtari tenton të hidhet nga Oxhaku, zbret pas premtimit për kalimin e pagave, shkrimi në faqen 8 të gazetës Standard. Shëndetësi falas s'ka, Rama kemi ulur shpenzimet, Vokshi dështimi yt spektakolar, është një shkrim pra në faqen 2. Bamirësi për zgjedhjet, miratohet statusi i naftëtarit, përfitojnë 5.000 persona, PD, mos e përdorni për fushat. Megjithatë, është e vonuar, por absolutisht e domosdoshme ky hap apo edhe hapi tjetër që do të jetë për minatorët, miratimi i statusit minatorit. Ndoshta është mirë edhe për fushat elektorale të përfitojnë njerëzit paktën. Amnistia fiskale, zbardhen detyrimet dhe gjoba, taksat e papaguara para 2010-s falen plotësisht në faqen 7. Shitja e ndërtesave, hyn në fuqi ligji për TVSH, do zbatohet për ndërtesa që shiten nga sot e më pas, në faqen 12. Akti normativ, paketa e solidaritetit, kategoritë që do të përfitojnë fondin 4 miliard lek në faqen 12. E pranon në gjykat, kam ngacmuar seksualisht vajzën time në mënyrë të përsëritur në faqen 5. Absolutisht në tilla raste gjyqi vlen pak, është një gjyq tjetër ai morale dhe ai shoqërisë që duhet jetë më i madh në këtë histori, por sigurisht këto janë fenomene të cilat paralajmërojnë një situatë shumë dëshpëruese në shoqërinë dhe në familjen shqiptare. Intervista Ramush Haradinaj, pas meje qëndron e vërteta, nuk do të ekstradohem në Serbi, është deklarata pra që vjen nga tashmë nga Franca i Ramush Haradinajt. Dalemi tani në gazetën Telegraf dhe shohim titujt kryesor të kësaj gazete, 300 milionë për matjen e ndotjes, por ndërkohë 100 milionë për pastrimin e tij. Nuk ndalen çudirat e Sejdinit e Elbasanit, i cili pas tendrave në tokë ka nisur të sulmin drejt ajrit. Në vend të merret me kurumin, shpik procedura prej miliona lekësh që do i kishin zili edhe shkencëtarët e botës, faqen 4. Skandal, qenë e Maqedonisë sillen me kamiona në fabrikën e Çimentos. Banorët denoncojnë helmimet në gjak, ndotjen e banesave, ujit, baktive dhe të mbjellave prej djegjeve të materialeve të rrezikshme që përdoren nga furrat e Çimentos dhe mungesa e filtrave, shkrimin faqen 7. Absolutisht një tjetër alarm që duhet marrë vërtet në konsiderat, sepse nëse është kështu atëherë situata është dramatike.
Skandali financiar. Emigrantit i zhduken 150 milion nga banka nga titullari që kishte për detyrë t'ia garantonte shkrimin faqen 2 dhe 3. Ministre Lindita Nikolla, kushte normale për nxënësit e Kuksit, kreu i dar, fir, shkelqim, allkaj, testimi transparent faqen 6. Por, e dashur ministre dhe i dashur drejtori i arsimit në Kukës, dje 2 zotërinj morën nga zona e Bushtricës dhe e Kalisit dhe thanë që fëmijët nuk kanë shkuar dot në shkollë, kështu që duhet parë ndonjëherë situata edhe në zonat e thella. Pazargjinte AKU-s, tregu i mishit është mbërthyer nga katrahura, pislëku dhe produktet e huaja me hormone, shkrimin faqen 8. Kryedituesi Dr. Bujar Leskaj, KLSH do të organizojnë në qytete ndryshme të vendit, në mjësit të universiteteve publike të tyre, analizat vjetore dhe departamenteve të auditimit ja kalendarin faqen 3. Çamet kapin prej fyti Ramën, PDU i kërkon kryeministrit 5 drejtori ku bën lek dhe Bashkinë e Kavajës si kusht për të vazhduar bashkëpunimin me rilindjen në zgjedhjet e 2017-s, shkrimin faqen 5. Sportin Telegraf, flet Mireli Osa, synimet e Tiranës dhe merkato e dimrit, Amer Shari, noti, sporti kujtimeve të bukura, Bardhyl Xhama, krenar për ekipin e Sarandës, bëhet fjalë gjithmonë për notin, faqen 20, 21 dhe 22. Mozaik dhe aktualitet, Donald Trump, marshimi grave në Washington, është pra shkrimi që vjen për situatën në Amerikë, New York Times, manifestimet, Soros pagoi $50 milion, faqen 11. Sokrat Boçin më shkarkuan si Zhukovi nga sektori ekonomik për të mbuluar gjurmet e vjedhjeve, faqen 14-15. Mjeksi 5 ushqime toksike që duhet t'i konsumoni me kujdes, mos i pini ilaçet pa ujë, faqen 19. Opinion dhe koment, lezha thret për beslidhje nga Frank Shkreli në faqen 10, horrat e rafinerisë së Firit nga Lori Roshi, faqen 8. Fakt, një titull goxha i goditur ky i fundit. Kalojmë në gazetën 55 dhe nxitojmë pak se jemi shumë keq me kohën, megjithatë do të mundohemi të mbyllim në kohë. Edi Rama, një gënjeshtar elektronik është shkrimi që vjen në gazetën 55, përveç ushtrisë së Baltosive në forumet online, të cilet paguhen me fondin qeverisë, tani gënjeshtat fizike të kryeministit po shoqërohen edhe me infrastrukturë online. Basha, ndryshimi i politikës urgjencë kombëtare, t'ia kthejmë pushtetin qytetarit, kreu opozitës në mbledhjen e partive të djathta europiane, mbështetje për fitore në zgjedhje është me Antonio Tajanin, presidentin e Parlamentit Evropian, kreu i opozitës Basha. Basha, interesi kombëtar në këmbët e Edi Ramës, konës së George Sorosit, Berisha, është titulli Berisha. Deklarata Apollo të hetohet pasurimi i Befti Gentian në Sales. Edi Rama të reagoi. Komisioni Medias ka gati kërkesën për ILDKP-n dhe prokurorin që të hetojnë pasurinë e kreut të Amos. Deputetët e PS-s nuk e firmosin. Çuditëra të reja nga Lejfeni kaset televizshme. Velia i premton ngushtim të dallimeve midis fshatit dhe qytetit. Në brendësi, analiza Donald Trump ka gjithë një të drejtë, shpejt do ta merrni vesh nga Andrea Pasini, Il Giornale, pse Recep Qosja dëshiron t'i adhurojë Mitrovicën e Trepçën serbisë nga Diana Bunjaku, analiza rishitimi i kufive në Ballkanët të trondisë Europën nga Markus Tanner. Dhe si gjithmonë në brendësi, suplementi nga faqja 9 dhe 11, Japonia një mik më i afërt se Kina në gazetën 55. Kalojmë tani në gazetën Rilindja Demokratike, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Ora 90.000 euro dhe byzylykët 38.000 euro të çiftit Sala, si e 10 fishoi pasurinë kryetari i Amas pas dhënies së licencave kombëtare të televizioneve. Është investigimi pra që vjen mbi kreun e Amas, Gentian Sala. Kontratat e vdekjes, Velia i refuzon në KLSH në faqen 10 dhe 11. Rama 5 milion euro Crown Agents të paplanifikuar në faqen 7. 1 litër naftë 500 lek më shtrenjtë se në Gjermani në faqen 9. Ky shkrim do të shporën litari në qafën e njeriut të personifikuar me krimin po ngushtohet. Basha pas takimeve në SBA me stafin e Trump takohet në Bruksel me presidentin e ri të Parlamentit Evropian, Tajani, merr mbështetjen e popullorëve evropianë për fitoren në zgjedhje, është edhe shkrimi shoqëruar me foton Basha Tajani. Votimi elektronik, vetëm $3.000 një makinë. Aplikimi për Tiranën do të kushtonte $852.000. Ndërsa për të gjithë Shqipërinë do të nevojiteshin vetëm $16 milion. Pak sa shpenzohen për shpenzime e transporte, hotele, etj. Mund të përdoren fare mirë edhe për një shërbim që do i shërbej. Nuk po them vetëm për votimin elektronik, por në përgjithësi për infrastrukturën zgjedhore. Interesi kombëtar në këmbët e konës së Sorosit nga Sali Berisha në faqen 3.
Rama dhe Velia i censoret e mediave nga Luis Seiler është shkrimi në faqen 6. Janë pra këto detajet, ndërkohë që edhe një lajm i fundit në faqen e parë të gazetës RD, Rama fsheu $1 milion financim të PS-s në 2013. Kalojmë tani në gazetën Ballkan, pensionet gati fodi 4 miliardë lekë, kategoritë e tjera që përfitojnë, qeveria prezanton në paketën e solidaritetit. Projekt ligji, falen taksat dhe gjobat, amnisti për bizneset dhe individet në faqen 6. Procedurat si do të hipotekohen 15.000 apartamente në Tiranë, çmimet e apartamenteve arrin në 3.000 euro metri katror në fuqi ndryshimet të TVSH-s për shitjen e ndërtesave në faqen 7. Dokumentet sekrete CIA zbulon planin e Rusisë për krijimin e një shteti shqiptar o Maqedon, faqen 2. Vetingu, operacioni ndërkombëtar i monitorimit mbërrin këtë javë në Tiranë, faqen 3. Flet kolonel Fatosh Voshtina, e vërteta e përplasjes me sovjetikët në bazën detare të Vlorës. Miratohet statusi naftetarit që do të përfitojnë në shpërblim dhe trajtim të veçantë 5.000 persona në faqen 6. E vlerësimi i pasurive mbyllet me 28 shkurt interes për apartamentet në faqen 7. Këshilla mjekësore, keni sigurisht edhe opinionet në faqen 10 të gazetës Ballkan. Kalojmë tani në gazetën Integrimi, titujt e saj kryesor, intervista kreu i KDK-s LSI-s, Shezair Rokaj, shqiptarët mbështesin LSI-n sepse vlerësojnë konstruktivitetin në politikë, shkrimin faqen 2 dhe 3. Është pra në dëgjesat me qytetarë dhe konsultimi me shoqërinë civile prioritet në punën tonë, thot profesor Rokaj. Ramush Haradina, ekstradimi nuk do të ndodhë, lufta UÇK së drejtë dhe parimore në faqen 11. Ndihma për 115 familje në nevojë të goditura nga moti i acarit në qytetet e fshatrat e Beratit, shkrimin faqen 5 është Bashkia dhe kompania TAP. Takim me studentet e Tiranës, ambasadoria Yang Yu, bursa studimi për të rinj që duan të studiojnë në Universitetet e Kinës në faqen 5. Dejana Kalogjerovic, LRI forca e të rinjve për një të ardhme më të mirë. 10 student i bashkohen LRI së Gramshit në faqen 2. Kalojmë tani në shtypin sportiv, do të ndalim tani në gazetën Sport Express, e cila vjen me titujt e saj kryesor. Premtimi te Fik Osmanit, për pak javë dalim në krye, shkrimin faqen 5 nga Skënderbeu. Gjyqtarët, seminarin mbi trukimet, Jorgji nuk e kemi të lehtë, shkrimin faqen 10. Muzaka fundos Tiranën, betejë gjyqësore mbyllet në favor të mesfushorit. Klubi Bardhe Blu duhet të paguajë 107 milion lekë, edhe pse mund të apelojë çështjen në kas. Titulli madh me foto, flet Alban Bushi, 2 muaj kohë për një shpresë. Trajneri i Shqipërisë under 21 në një rrëfim unik në lidhje me atë që pritet të jetë brezi i ardhur. Problematika dhe fenomeni që u ndodh vetëm shqiptarëve në faqen 11. Superliga, Partizanit kuq refuzojnë ish kapitenin e luftëtarit në faqen 2. Flavurtari armja e klubit Idrizi takim me Lelin në faqen 6. Vllaznia, mendja te Kuksi, por i hapet tema privatizim, faqen 7. Intervista, Bala dhe Roshi, mesazh italis. Prisni surpriza, pra bën fjalë për 2 lojtarët e kombëtarës shqiptare. Milan, më në fund Delofeu në fushë që nesër, faqen 13, është një pyetje në fakt që ngrihet. Gjermani, Bayerni humbet Vidalin, Borussia Dortmundit blen Ibra Neri, pra në faqen 17, pra bëhet fjalë për suedezin Isak. Mercato, çmenduria nga Anglia, 172 milion për Balein në faqen 20. Kalojmë tani në gazetën Gol, që është edhe fundit për shtypin e ditës për sot. Vllaznia, Bashkia hedh hapin e parë për privatizimin. Në Shkodër duket se kanë marrë shumë seriozisht të çështje dhe duket qartë dhe hartimin e një projekt buxheti të vitit 2017 nga ky institucion, faqen 2. Tirana thellon borxhin me 107 milion lekë. FSHF vendos pro Muzakës, është titulli pra që vjen mbi debatin Muzaka Tirana. Mercato, Teuta gjen akordin me Prognin, pritet edhe një mbrojtës në faqen 2. Tifo grupi, tifozët Bardhe Blu i ironizojnë keq Partizanin, mbetje e regjimit qyfyr. Vendimi drastik, luftëtari e Mersini ndërpresin kontratën në faqen 2. Gjoka, gara për titull e ashpër deri në fund. Te Kuksi ka nisur të mendojnë për vllaznin. Trajneri kërkon indikacionet e fundit nga lojtarët, të dhanat, po themi, apo të kuptojë gjendjen e lojtarëve, se nuk më pëlqejnë këto fjalët e huaja. Faqen 2 ky shkrim. Kemi mbyllur kështu me këto tituj edhe leximin e gazetave për ditën e sotme. Kujtojmë se vetëm pas pak çastësh do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë për të vijuar sigurisht edhe të jemi të fokusuar edhe tek çështjet tjera që janë ato të komunikimit telefonik
Dhe do të kemi mundësi sigurisht që të jemi vetëm pas pak. Shkputemi shpejt e shpejt në publicitet e kthehemi më njëherë të komunikojmë bashkë. Jemi përsëri drejt për së drejti 04 23 44 720 dhe 069 670 24 janë dy numrat e telefonit në dispozicionin tuaj për të komunikuar. Siç edhe tham pak më herët, sigurisht janë disa tema të cilat edhe vinë të trajtuar sigurisht gjerësisht edhe për të pasur në vëmendje pra edhe të programeve tjera në televizionin Ora News, kështu që shumë rëndësishme të denoncohen se vinë pra edhe reagimet e institucioneve. Do të fillojmë pa humbur kohë, të presim telefonatën e parë për sot. Alo, mëngjes. Alo, mëngjes, Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Parë ndesha me thoni e që e zune ajo hagua Ora Newsit dhe tanës me fjallë. I dole e ora, i dole në gjituf, disligjen një fjallë. Do me ja fut shokut për ja vetë. Normal. Tani unë të dytën e kisha me këtë ministre e rendit e lava, ka turba, s'ka turba, të da fes mille edhe në televizor me ja, edhe ju mediat me ja, qa bone që me ja, edhe ju nuk duhet I qisni këto me fes mille, se lem no me bom shqipnim në fjallë, që ja simit e nuk hajnë dot. Drejt. Me u qam ka shiu ram brejshën e, ore kërë ministra, I shep të gjona, po nuk I shepere, qa bohet. Ku jeto ki me jeto ke koha vizës ke, alam vizës ke, të lytë me vët lekshëm vizës ke. Jo, në vend thesit millit shkojnë të hapin rrugët, se jo më larg sa dje, kishin 3-4 njerëz që morën dhe thanë... O turpër e dish do me thonë me 2017 të da mill. Qartë. Treta, apo këto dyja kishin? Qa kodër, a I pasaqene, I pasaqene robzoti, sa I thes e millit, që fësa shu rrugën të hapte, s'tim të thes millit. Hapte rrugën, ike zot mi, që e vetëni. Dakor. Mirë. Të falenderoj shumë për telefonatën, faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Absolutisht është shumë e rëndësishme, nuk ka më vlerë sot të shfaqemi me thes milli apo me pak o makaronash dhe sheqeri, njerëzit duan rrugë, komunikojnë se ja dalin vetë të sigurin ushqimet. Mjafton, ne si shoqëri apo shteti në veçanti duhet të bëj detyrën e vet, të krijoj kushtet infrastrukturore që të jetohet normalisht në këtë vend. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Patrik, si u gëdhje? Mirë, faleminderit. Po ju? Familjen mirë? Mirë, në përgjithësi mirë. Paqë gjithmonë gëzim e jetë. Faleminderit. E të përrojnë ata fëmijë gjithmonë. Faleminderit. Kishe një 2 probleme kështu, do të bashkëbisedojmë bashkë. Patjetër. Në radhës të parë do të pyes njëre kështu. Ore, je ka që I pasur ti sa që ishte I peza mbrana? Jo, nuk jam I pasur për këtë, ju qetësoj, ju siguroj se s'kam asnjë lloj pasurie. Po pse s'pasur është I çke? Nuk e di, mbase nuk di. Nuk di. Faleminderit. Tash kishe një problem kështu për atë televizionin shqiptar. Po. Quhet televizion shqiptar, publik. Po, është publik që marrë me taksat tona, këtë du ta dim po, me fort mirë. taksat tona. Po. Pata një problem, flas nga Pogradeci. Po, kuptoj. Pata një problem në stadiumi se vinë gjirojnë ndeshjet nga njëra ta. Po. Edhe u them, ore zot, në këshu i them, ne nuk, e u thash që paguj me taksat tona, ata arti Patrik, jo si gazetar, po si ku ishin huliganë. Më dëgjon? Po, dëgjoj. Është një gazetar të përgjigjet në atë mënyrë me I të moshuar si që isha unë? Drejt. Bile me thane ca gjera tjera nëse s'ka problem. Kjo, e dyta. Po. Kishe edhe një problem tjetër për këta. Pasha ta naftëtarët ati bravo I qoftë dhe atyre se sindikata këtu të ne nuk funksionon fare. Po ne minatorë që keni qenë, kur dhe marrin këtë statusin tonë? Absolutisht, unë pak më parë, kur lexova në shtyp, absolutisht që është apeli më I madh tani, shumë mirë se naftëtarët janë një kategori e rëndësishme në këtë vend, të cilët janë edhe një shumicë e konsiderueshme njerëz që kanë sakrifikuar, kanë punuar etj në kushte të vështira. Por ashtu si naftëtarët, në të njëjtat mos më keq, sepse njerëzit që kanë punuar në sektorin e minjerave kanë rrezikuar në shumicën e rasteve meritojnë më shumë se askush statusin dhe duhet patjetër gjithë një zëri të themi përdit këtë gjë dhe të iniciohet, duhet ishte iniciuar nga sindikata me kohë kërkesa për të vendosur statusin e minatori. Dhe treta që të mos zgjatem shumë. Faleminderit shumë për përgjigjen dhe treta. Ore, pse nuk nxirrni kështu juve si që nxjerra ju klani atje me ato, më fali për shprehjen, në atar janë canin. Çfarë gazetar është ai më vlla?
Po na prishin fëmijët, më. Ore, ku jemi vetë dakord se nuk po e hapim. Po, që shky më abet, më. Po ju pa nuk është problemi i Arjan Çanit apo i njerëzve me emra. Problemi është një institucioni që ka për detyrë të kontrollojë mediat audiovizive në Shqipëri. Dhe në rastin nuk është zgjidhja vetëm të lajmërohen, unë i kam lajmëruar, unë i kam sinjalizuar, unë i kam vendosur gjobë. Jo, ka rregulla të cilat duhet zbatohen barabar për gjithë. Ne si media zbatojmë rregullat dhe sigurisht është edhe kultura normale, minimale që duhet të ketë një media. Pra, mos e kaloj se pastaj kemi këto fenomenet në familje, në shoqëri, të cilat na kanë dalë jashtë kontrollit në shumicën e rasteve. Apo duan edhe neve, na prishin edhe neve si plej që jemi, po jo, ma jo se nuk ashtu neve. Dakor. Faleminderit shumë, ju përshëndes, përshëndetje Pogradecit dhe sigurisht të gjithë atyre qytetarëve që na ndjekin dhe na komunikojnë nga Pogradeci. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Nga Saranda u flasim. Po, me kënaqësi. Lagja 4. Po? Kemi një problem, këtu jemi në 10 familje, kemi një qytetar në katën e parë, na ka bërë një garazh, na ka zënë oborin e fëmijëve. Po? Kemi bërë një kërkesë ministrisë brendshme, ati kryeministrit, i Nukut Sarandës, bashkisë Sarandës, përgjigje na ka kthyer vetëm ministri i Rendit. Po, dhe çfarë thot ministri? Ministri erdhi pruri inspektorin, verifikoi gjendjen, vetëm kaq, me fjala morë dhe të dhënat na thirrën të gjithë siç ishim si komshin këtu. Po. Dhe na folën në komisariat vetëm me sqaruan për çështjen dhe pa dhe këtu dhe vetëm kaq. Po bashkia çfarë thot? Bashkia nuk jep asnjë lloj përgjigjese. Në fakt, detyra e parë është e bashkisë. Bashkia ka detyrën e parë të hyjë në këtë rast. Asnjë lloj përgjigje se personi ka vajzën që punon në bashki. Po sigurisht se nuk kishte si të ndodhte ndryshe se njëri që pse nuk e bën ti, po apo unë ta zë pallatin, oborrin e pallatit. Nuk e bëjmë dot sepse kemi njëri bashkia, as unë as ti. Ne kemi edhe një fëmijë të smurë, nuk kam ku të luajnë, nuk kam ku të dalin gjikundi. Absolutisht. Atëherë, në lagjen 4 thatë, në bllokun apo në një numër pallati? Lagja 4. Lagja 4, po. Pallati 59. 59, okay. Faleminderit shumë, absolutisht Bashkia e Sarandës do t'i japi shpjegim për këtë, nëse e falenderoj shumë zotërinë, sepse ky është një fenomen që zotëria mori guximin dhe e denoncoi dhe ka marrë guximin edhe bashkë me komshinët e tij ta denoncojnë edhe institucionalisht. Po sa fenomene të kësaj natyre kemi në Sarandë, Tiranë, kudo ku njerëzit zën hapësirat publike dhe sigurisht shfrytëzojnë të njohje të e dashur kryetare e Bashkisë së Sarandës, nuk ka rëndësi se kush punon në institucion dhe kush e ka zaptuar atë. Hapësira publike e oborrit pallatit është të qytetarëve, nuk është edhe një vajze që punon në bashki apo e babait të saj që punon në bashki. Nëse funksionojmë kështu, ja japim secilit njeri që punon, t'ja japun këtu njerëzve të mi, oborrin e Ora Newsit, t'ja jap dhe me tej, sigurisht që nuk bëjmë asgjë vetëm se krijojmë një shkelje të madhe të ligjit. Kështu që zbatoni ligjin, zotërinjtë e tjerë ju kanë kërkuar që ta zgjidhni këtë problem. Sigurisht Ministria e Brendshme ka bërë inspektimin, por nuk mundet ndërhyjë nëse nuk e kërkon bashkia. Presim tjetër telefonata, alo mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje zonjë. Daktora, përshëndetje. Përshëndetje. Urime dhe qofshit të suksesshëm edhe këtë vit. Faleminderit zonjë, gjithashtu edhe për ju. Juve dhe familjes dhe gjithë stafit tuaj, me respekte të mëdhaja. Faleminderit shumë. Tani na u bë shumë qefi që dje kemi dëgjuar miratimin e statusit të naftëtarit. Ky ishte një lajm shumë i mirë, po merri dhe keq për punëtorin e naftës që rrezikoi dhe jetën, po me të drejtën e Zotit dhe ai. Po masa u desh kjo lëvizje sigurisht tragjike, nëse e shikonim skenën, fëmijët, gruaja etj, por ama, me sa duket ky shtet reagon vetëm kur ja vendos lakun fyt se kur ja vendos lakun fyt. Dhe do dëshiroja zoti Patrik që me qenë se statusi dhe padrejtësit që janë bërë që kanë 3 vjet pa punë, të jeten ato lek që këta po bredhin në për gjykata, ku është një padrejtësi që në gjykat të vendos 6 paga, t'i heq 3 dhe të lë 3. Me sa lexova dhe me sa e kuptova unë vendimin që u shpërndami një herë, zgjidhet edhe ky problemi, pra për pagesën e gjithë ish-punojësve, pra cilët janë larguar. Dakor? Po, dhe që e mirë që mos të kemi. E para një heqim ca gjyqe qafe që janë bërë sa një mal në gjykatin administrative dhe i shpëtojmë edhe familjet nga ky hall i madh. Zoti Patrik, të them vetëm diçka. Po, zoti Patrik, gjithë naftëtarët, sidomos im shoq dhe shumë të tjerë nga era e gazit,
po them me sinqeritetin më të madh, ka shkuar, ka 3 vjet nga zëmra, nga mushkrit janë copa, është i smur dhe ka bres në përdyert e gjykatës dhe mezi ka marrë 3 paga. Kjo është një fatkeqësi sepse janë punëtorët më të prekur dhe më të lodhur me 3 turne, megjithatë mua më është bërë qefi që qeveria e vendosi me të drejtën e Zotit që këta punëtorë ta përfitojnë. Absolutisht shumë e rëndësishme kjo dhe uroj të zbatohet sa më shpejt të merret vendimi për likuidimin e parave. Faleminderit shumë. Po, jo, një minutë. Po, të lutem, vetëm pak shpejt. Për mbytyjet që neve folëm edhe më përpara. A i morët se... Po si ka mundësi, sepse u shpërndan leket, për çfarë arsye nuk i keni marrë në Vlorë? Si Patrik kanë thënë vetëm për fshatin dhe për qytetin, jo, ishte një rend. Ma mërmendja, të lutem, mund ta shikoni juve me ndonjë gazetar. Me aq sa ka thënë kryeministri dhe emergjencave civile, më fal, emergjenca civile, është thonë që fondi është për të gjithë ata, nuk kanë bërë dallime fshat apo qytet, se edhe në Fushkruj i morën dhe nuk ishin në fshat një pjesë i morën. Në Vlorë jo, në Vlorë jo. Mirë, ta verifikojmë, dakor, ta verifikojmë. Falenderit shumë ju, falenderoj dhe uroj ditë mbarë. Falenderit zonjë dhe sigurisht një me shumë kënaqësi dua ta them që uroj që këta naftëtarë ta takzojnë të vendim dhe sigurisht të status të naftëtarë dhe të marrin atë që u është mohuar në mënyrë të padrejtë për shumë kohë apo për këto procedura krejtësisht burokratike që kanë çuar deri në përmbylljen e këtij vendimi apo të statusit të naftëtarit. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë, faleminderit, po ju? Po mirë, mirë galoni. Po mirë, ja keq. Po tani neve personin flas nga Fjeli. Po. Nga një fshatë e Fjeli, nga komunë e Frapës. Para një kemi sot rrugë tu, mora një para një muaj sa. Po. Mi pa jo rruga tani është bërë, shkretë e nebër fare, kemi dhe një ambulancë aty neve që nuk vinë dot njerëzit fare, as në makis kanë dot, as në shejtan. Po pse, për shkak të rrugës nuk shkojnë dot në ambulancë? Po një ambulanca është, pas të ambulanca funksionon, nuk funksionon. Po, dakor. Nuk kesh makina, po të kesh një hallë për problem, nuk kalon dot valla. Po pra, se kjo ishte pyetja, pra, nuk shkohet dot për shkak të rrugës. Dhe fëmijët që ikin në shkollë, po ta them vetëm kur bie shi një herë nuk ikën dot fare. Është shkatëruar fare. Edhe një herë, pra, kush fshat ishte, kush rrugë, të lutem edhe një herë? Nuk po të dëgjojmë. Cila rrugë bëhet fjalë, edhe një herë që ta dëgjojmë mirë, ta dëgjoj edhe bashkia se. Të pasën nga qendra e Frapës është 1 kilometër rrugë. Po të them se edhe 1 kilometër marrë dhe nuk bëhet, po gjyna gjinën të dhjetën nuk është i festur asë edhe një gjë fare. Me shpesa gjithmonë që vinë ata zotrit, të ta bëjnë dhe nuk e kanë bërë. Ama, shikuar, po gjynarë është bërë sopa. Ta një vemi ne për një halë, për një problem, se ku të zëri halli, nuk e të ndohë. Pa, e keni adresuar, keni komunikuar në herë me administratorin e zonës apo me bashkina? A nuk bërë fjalë në administratorat dhe të gjitha ta. Se, ka një... Vini juve ta shikoni një ta ndrini të problemi. Do të përpiqemi sigurisht se përsa i përket infrastrukturës në Fier kemi shumë ankesa sa i përket zonave rurale, kështu që besoj se do t'i vi shpejt radha edhe zonës së Frakullës për ta trajtuar. Shumë faleminderit edhe absolutisht që është një apel i rëndësishëm. Faleminderit shumë për Bashkinë e Fierit që tani dakord, vëmendja e parë ashtu siç ndodh në Tiranë, siç ka ndodhur në Durrës, Shkodër, kudo që ka tashmë me formatin e bashkive të mëdha. Por, pasi pat qytetin, mundua t'i zbukuroni ato qendrat e rrugët e tjerë. Hidhni i sy fshatit, se nuk kanë ngjoni njerëzit në Frakull, nuk kanë si të shkojnë në ambulancë të marrin shërbimin shëndetësor, për çfarë arsye? Sepse shërbimin e kanë, po nuk shkojnë dot të çojnë njerëzit se nuk kalojnë dot në rrugë. Pra, tani themi edhe njërë në mesjet, t'i kapi me barela, apo me kuaj, apo me mushka, t'i qojmë njëzit së murë, më duket si një këthim shumë prapa në kohë. Flasim me tjerë qytetarë, presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo? Mëngjes, mirë se erdhët. Jam një banor i bashkisë me Marliaj. Po, me kënaqësi. Na ka dhënë shteti të aparate digitalbe. Ja u ka dhënë aparatin apo lekët? Na ka dhënë aparate për me qëtëmi me ndihmën sociale dhe na ka dhënë të aparate. Ata aparate janë jashtë funksionit. Po pra, çfarë u kanë thënë? Kur ja u dhanë, si u thanë? Po nuk na thanë asgjë dhe asnjëri nuk të shpjegon, biles
Asu nuk e di, fola dje me ata të Tiranës Andeja, me ata që kanë shpërndar aparatet, dhe nuk ka sinjal andej, më tha mua, nuk e di që ka bërë shteti, tha. Qartë. Sinjali është vetëm për Tiranën dhe Durrësin. Po se kështu funksionon, është normale kjo, hapësia digjitale është vetëm për Tiranën dhe Durrësin, ndërkohë që aparatet janë shpërndarë në gjithë Shqipërinë. Kjo është një problem që duhet ta zgjidh AMA dhe ta sqarojë qytetarin dhe sigurisht mos ja u japin kot pasi funksion, por të zgjidhet problemi i sinjalit një herë radh parë. Kjo është një shprehje ka ai filmi që thot miri huaj që tallet, po tallet ve yti sot. Drejtë. Dakor, shumë faleminderit, absolutisht do ta adresojmë këtë si pyetje dhe të japin zgjidhje një herë mirë këtij problemi, se kjo ndodh në Mirdit, kjo ka ndodhur në Kukës, kjo po ndodh në Memalia, kjo po ndodh në gjithandej. Pra, i kanë marrë këto aparatet si pjesë e paketës ndihmës ekonomike që u kanë dhënë falas qytetarëve shqiptarë, u shpërndan për vitin e ri me pako të zbukuruara, por nuk u punojnë. Zgjidhja unik këtë problem, për çfarë i kanë marrë këta njerëz këto aparate, për t'i majtur dikur i manim si për bufeve, pra tani nuk kanë më vlerë, nuk marrin më gjëra mbi bufe kot për zbukurim. As si për televizorit, as post televizorit, se janë edhe plazma tani, nuk i marrin. Presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjes, Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Ishte i gjetëm. Po, Patrik, një gjotë është ishte. Po. Kemi aty të qeshim. Po. Mi gjitha e për pune tyne trektarve. Po? Ne kemi biznes vogël vëndash. Po mirë, për kur janë zgjedhje, visi qenë e ulikon, gjithë qeveria, gjithë të kryetarë të partijve, gjithë opura, shketi do të bëjmë shotë, do bëjmë ashtu e ne, ju s'keni për të vujtë, ju s'keni... Po mirë më qizë dalin njerë të me pyshtë të trektarë, si kanë punë më, e ti si e zero trektia më, zero, fare. Zero më Patrik, Qartë. Po më e veç e bërë më burë. Taksat i tunë, gjitha i tunë, po si më falin to, falin bizneset të e, falin i 100 milion euro. Kjo falja nuk i përfshin bizneset e vogla, se nuk po e kuptojmë fort mirë këtë amnistinë e re për bizneset. O, zëmi, o, Patrik. Po. Po, si më vajtashë për një mojë e bizneset e vogla, më se po këtë përmorë... Po këtë pra ne po pyes, nuk... Qa më bëjtë të më bërë? Qartë. Pra nuk është... Pra nuk është përfshirë biznesi vogël në amnisti, ju nuk përfitoni në amnisti në këtë rast. Po që amnisti e më vajta, unë për thëmë e pa mëllën pikani me zerë nuk hyrë njëri... Le që nuk ka... Le që... Katru qytetin nuk vjen njëri një trektar, nuk ka shumë... Qartë. E para, kjo e dyta, po. E dyta, po mje më qajnë to që më njëri tjetër më burë dhe. Që është ai Alfred Peza që pas ka fitu 321 milion euro për 10 vjetë nga banga, nga taurët e bankës. Ku kanë bot 321 milion, ku që të regohet të fita i më burë dhe. Që bot që më. A du me rejtë poblit to, du me rejtë poblit. Pa një të zotën bajtashur, unë këtë lege ka pas, se që i ka pas, se që i ka bot, po më zdari televizor pas të më burë dhe. Drejt. Jënë gjone budallike më burë. Dakor. E treta, apo... Po. Edhe këtu durë, shifini më vëllat, që ka po poshtë më vëllat, nuk kalohet. Kanë vunë të dojë, i kanë vunë për, nuk e di si që të bëjnë më punë. Dakor. Absolutisht kjo problemi i infrastrukturës pranë portit është një problem që është ngritur disa herë dhe sigurisht që meriton vëmendjen dhe sigurisht do me fasë milli më vë. Te kryetari, ai kryeministri, te ministri, punë ka ministri i mbrojtëm me nda milë më vajta. Qa shumë, dhe të me trafikant e drogës, me milin. Qartë. O Patrik, po kjo është të kotë më vajta. Se ma i veç e o botë, më. Dakor. Mirë, të falenderoj, absolutisht kjo problemi i amnistisë... Duhet ta keni parasysh të punë, më. Patjetër. Falenderit shumë, absolutisht është problem kjo puna e amnistisë, pra të mos bëhen diferencime, nëse ka amnisti për biznesin, të përfshihet edhe i vogli edhe i madhi, se barabar, tani i vërteta i vogli ka hapin e vogël, po sigurisht ka edhe ai nevojë për mbështetje, ashtu si edhe i madhi, megjithse kam përshtypjen se më në vëmendje të kontrolleve rigoroze ka qenë biznesi i vogël gjatë këtyre periudhave. Ecim më tej presim tjetër telefonata, në mëngjes. Mëngjesit. Përshëndetje, mirë se erdhët. Kam një tre se kë emisioni juaj për djali që ka pranë atë zyrtarin,
Edhe të fundit mora më thatë lashin numër telefoni. Po, problemi është se ne ja adresuam përsëri Inspektoratit Punës, se dashur zotëri duhet më kuptosh edhe për këtë gjë. Ne nuk mund të shkojmë t'i kërkojmë ne si media zotërisë parat kur është institucioni që duhet ta bëj këtë. Prandaj po them, ja kemi adresuar, kërkojmë një përgjigje nga Inspektorati Punës që të ndërhyjë dhe ta zgjidh problemin. Prandaj sigurisht është shumë e rëndësishme që Inspektorati Punës në këtë rast të veprojë. A i thotë nuk e di dot. Po do të veprojë, sepse ai e gjen dot, sepse ka pasur një marrëdhënie me zyrën e punës, është shumë e thjeshtë zgjidhja, kontaktohet me zyrën e punës, kush është kjo kompania, apo kjo firma, apo ky personi që pas ka mundësi edhe të punsojë njerëz dhe sjellë rrogat, dhe sigurisht gjendën se tani nuk funksionon më me lek xhepave, po ka llogari, çdo biznes është i licencuar, ka një llogari bankare e cila i ngrihet në këtë rast dhe i merren lekët me ndërhyrjen e institucioneve. Pa është një fuqishëm nga shteti e burizë. Po, s'ka asnjëri më të fuqishëm sa shteti. Vetëm kur do shteti ta lërë të bëhet më i fuqishëm. Nuk ka. Ai ka 4 muaj që unë kërkoj, s'kam dhënë vend, nuk i jep ai çdo ai burg, njën. Qartë. Megjithatë po provojmë edhe një herë sigurisht të kërkojmë një përgjigje nga Inspektorati i Punës se të ndërhyjë në këtë rast apo institucionet e tjera kontrolluese, zyra tatimeve që mund të kontrollojë këtë zotëri se si punsojnë njerëzit, se si ka mbajtur pa sigurime për 3-4 muaj dhe ndërkohë s'u ka dhënë as rrogat etj me radhë janë probleme, cilat duhet i sqarojnë institucionet. Falenderojmë shumë zotërin, presim tjetër telefonata. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Unë jam një qytetar nga Ballshi. Po, me kënaqësi. Kam një 3 probleme që jo të mia personale, po për qytetin. Patjetër. Kam dhe një sugjerim në fund fare. Po, patjetër, ju dëgjoj me vëmendje. I pari është për këtë statusin e naftari që dëgjojmë sot. Po. Po më duket sikur nuk ka transparencë, nuk dim çka ka 5000 vjet naftar janë 20000. Tani ata 5000 vjet nuk e di duhet saksohet, më çfarë fitojmë. Ne sot fitojmë, çfarë fitojmë konkretisht? E drejtë është në fakt, duhet botohet i plot, shpërndahet i plot, sqarohet i plot dhe secili të kuptojë se ku gjendet në këtë histori, po. Normal, që ta dim kush fiton, çfarë fiton. Po, drejt, shumë e drejtë. Sepse ka efektet e statusit për sqarim dhe sigurisht për të kuptuar se çfarë duhet sqarojnë institucionet, jep efekte edhe tek pensionet, edhe ata që kanë dalë në pension, edhe ata që dalin në pension, edhe ata që janë larguar nga puna dhe nuk kanë marrë atë që u takon në këto vite dhe apo ata që janë aktualisht në punë. Po konkretisht tani nuk kemi në gjë të saktë. Dakor, prandaj shumë e drejtë, jo me drejtë thonë. E dyta është që për të OSHE-n. Po. Kemi disa vjet, domethënë për të paguar lekë aty, nuk vjen fatura, më ka pasur një kontrakt midis postës dhe OSHE-s për shpërndarjen e këtyre faturave të energjisë masave për familje që kemi. Po, drejt. Nuk kemi një 2-3 vjet që së vijë fare, nuk ekziston. Dhe jemi në akt tani për paguar, mund të bëj 40000, unë kam 30000 me vete. Është një problem që e kam edhe unë personalisht, po e them publikisht. Pra, në mes të Tiranës nuk vijnë faturat e energjisë elektrike dhe shkojmë e pyesim, po sa e kemi, sa do paguajmë që të shkojmë marr lekët, se tani jo gjithmonë marrin lekë me vete, ha? Kjo është shumë e drejtë si shqetësim. Normal. Ja kjo. Edhe e treta është kemi një poliklinik këtu në qytetin e Ballshit. Po. Që qyteti Ballshi është rreth 16000 qytetarë. Po, e drejtë, është një qytet. Janë 4 mjek familje. Po? 2 nga ata nuk janë fare. Pra, me letra janë 4, po 2 nuk janë. Konkretisht dhoma janë 4. Po. Tani ka ngelur vetëm 2 mjek atje. Tani unë që kam te ky mjeku që nuk është vetë te ai mjeku tjetër, për krapo ai ka vetë ftit. Po normal, se cili ka listën e vet. Patrik, bëj një radhë aty të vish, nuk e di, mund të jenë 20-30 vjet, mbaron vetëm mëngjes e mbaron mbas vite. Okej, absolutisht ky është shqetësim për tu adresuar me drejtë, menjëherë sa të kemi mundësi ta dërgojmë grupin e gazetarëve në Ballsh. Tani kam një sugjerim. Po, patjetër. Në qytetin e Fijet ju keni një gazetar. Po. Qemil Beharaj, unë e njoh shumë mirë se ka punuar këtu në uzinë Ballsh ai. Po. Po, kam një mendim që duhet të sugjeroni që duhet lëvizi se janë ndelur, janë strukur aty në qytetin e Fierit dhe presin se puna aty plumbit na një ushqim që të vinë ai lajm. Pra duhet lëvizin. Në fakt, kjo i poliklinikës në Ballsh, për shembull, se ka parë një Xhemili, unë jam shumë i Xhemilit. Se ka parë asnjëherë që u ka ardhur gazetar, vini një herë në qytetin e Ballsh, që është qytet, më jo në fshat, po në qytet. Besoj se kjo është kritikë e mirë kuptueshme për kolegët gazetarë të Fierit, nuk e kanë vetëm me Xhemilin, por me gjithë gazetarët të dalin pak nga qendrat, megjithse për hir të vërtetës gazetarët e Fierit ndoshta janë
ata më efektive, që lvizin pak jashtë zonës, por është një problem që e kanë sigurisht gazetarët. Unë ka mendimin ti, Patrik, që gazetari duhet ta kërkojë lajmi përveç atyre që i vinë. Absolutisht, filozofia kjo është. Nëse një gazetar pret t'i vi lajmi, atëherë të shoh gjej profesion tjetër. Normal, ja, unë ka i kisha... Falemderit shumë, absolutisht janë të gjitha çështje të rëndësishme që u adresuan, e para njerë për statusin e naftëtarit, duhet transparencë, sqarim i gjithë atyre, se tani thuhet përfitojnë kaq e aq, po kush përfiton, si përfitojnë, çfarë duhet të bëjnë, të gjitha këto duhet jenë një pjesë e një sqarimi të rëndësishëm, qoftë nëpërmjet daljeve publike, qoftë edhe nëpërmjet sqarimit, nëpërmjet institucioneve, sindikatave, kompanive ku punojnë njerëzit, pra të sqarohen dhe të kuptojnë se çfarë problematikash zgjidhen dhe apo çfarë problematikash krijohen, se mund krijohen edhe nevoja për të plotësuar dokumentacione. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Faleminderit. Doa të them për diçka, kam 5 vit, marrë ndihmë ekonomike 97.000 leka. Po. Tashti në 8 orë, 9 orë dhe 10 orë, më hoqën nga ndihma ekonomike dhe më odhën në kemp. Po. Mirë, po këto 3 muaj, mi dojgjën. Pra, po këto 3 muaj i bjet mos keni ngrënë ju, të keni pritur vetëm kempin. Fare plus që jam i vetëm, kam 3 muaj, nuk di ku të fut kokën, nuk kam, janë probleme do me thënë që si mundet t'javë zgjidhje, nuk kush të kërkoj ankesë, ku të vete të ankojmë këtu ose... Po, ju nuk u kanë thënë që do i meni këto 3 muaj, qoftë kemp, qoftë ndihmë ekonomike? Jo, të dojgjën, më tha, kjo në Koçër, që është e kësaj pune, që bën dokumentat. Të cilin institucion, të sigurimet të shoqërora apo të kempi? Ku ju thanë që u dojgjën? Në kempi të ashti fillova, është dhjetori është në kempi. Pra, pagën e parë si kemp, pra, këtë pensionin e parë si kemp, ku e keni marë? Kur e keni marë? Akoma nuk e ka marë. Nuk e ka marë akoma, pra. Nuk e ka marë. Po, atëherë i bie që ndihmën ekonomike, ju e menin nga bashkia, apo nga shërbimi social? Nga bashkia. Nga bashkimi, pra, atëherë, bashkia duhet a japi sqarim këtë, sepse përderisa ju në marrëdhënien financiare me pensionin e ri, e filloni në janar, se besoj në janar e meni, apo jo, për janarin. Nuk e di... Pra, një janar hynë fuqi, pra, me një janar hynë fuqi, besoj. Atëherë i bie që bashkia t'ju jap shpjegim sepse ju ka hequr 3 muaj para kohe ndihmën ekonomike. Ka fajin ajo që bën këto, se kur vajta, sa o bëbë të umbi, të doj që këj muaj më tha mua. Në regull, i thashun... Po jo, se tani e ka fajin ajo o bëbë, nuk zgjidh me o bëbë, duhet ta zgjidhi institucionalisht. Plus më dha dosjen, edhe tha do vesh ta dorëzosh vetë. Tashti unë e ka të ndaluar ajo me ligj që t'i jap dosjen dikuj tjetër. Ka bërë shkelje dhe ju ftoj ta denonconi pranë institucionit. Plus kësaj, zgjatën e 2 muaj këtej që më morën dokumentat, sa më mbajtë, nuk bën 3 muaj. E drejt. Tashti, ku të ankojmë edhe njërë? Atëherë, bashkia duhet t'jap edhe zonja ku ju ka dhënë dosjen të institucioni, se nuk e kuptova kush është kjo, në cilin institucion është kjo zonja që ja u ka vonuar dosjen. Po ku, aty në spitalin gjitur? Pra, te komisioni kempit. Është komisioni kempit. Atëherë, te komisioni kempit do të kërkoni llogari çfarë vonesash ka bërë kjo zonja, ndërkohë që në bashki kërkoni arsyeën sepse ju është ndërprer para kohë, nëse nuk janë bërë dokumentat deri në janar, atëherë s'ka pasur arsye të ndërpresë bashkia pagesën. Kërkoni një herë shpjegim nga zyra sociale në bashki, pastaj ju nuk mund të komunikoni, kemi një numër telefoni që të mundohemi t'ju ndihmojmë ta zgjidhni problemin. Gjithsesi leni një numër telefoni ose merrni një numër telefoni që të sqarohemi. Faleminderit shumë, faleminderit. Tani, zotria, si t'ja bëj? Përderisa e kanë transferuar nga ndihmë ekonomike në pension invaliditeti, atëherë, po këtë 3 muaj, kush i hanë? Kush duken? Si mund të zhduken 3 muaj pagesë për njëri që nuk ka ku të fus kokën, sepse janë mbajtur 3 muaj legët. Absolutisht të institucionet duhet kuptojnë se çfarë bëjnë me dokumenta dhe jo o se nuk zgjidhet me o apo edhe me heqje nga punat e njerëzve, duhet të zgjidhet problemi qytetarëve. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne, është ora juaj. Jemi rikthyer përsëri bashkë dashur miq, 0423 44 720 dhe 069 670 24.
Dhe të presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Ndoshta pritja nga publiciteti, kalojmë në komunikimin tjetër të radhës. Alo, mëngjes. Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Urime ty dhe familjes tate dhe ju si staf. Faleminderit shumë. Në radhë parë, interesohen për fëmijët e shkollës Shijakut. Po. I kam harru lekët e invaliditetit se njeriu kur bëhet me fëmijë gjë e madhimshme e prindit është fëmia. Padyshim. Janë mësuesit dhe drejtorët më të mrekullueshëm që ekzistojnë për neve këto. Nuk kanë faj. Ju lutemi juve, kur boni emisionet e lajmet me një kamerë në juit, vini të filmoni në shkollat e Shijakut, janë të gjithë pa ngrohje. Okej. Absolutisht po. Sepse pritet vi përsëri i ftohti, se më duket sikur ja hodhem, po thuhet se do vi prapë i ftohti, kështu që duhet jemi të përgatitur, mos presim të mbyllen shkollat se s'kan me çati ngrohje. Drejt. Disa shkolla vejmë disa reflektor gazi, se ti e di që unë jam i verbër për qanë thonë, kështu po them. Po, drejt. Edhe ai reflektori ka atë zorën e gazit, një 45 metra mund ta lesh atë me fëmijët e fillores? Absolutisht, e para nuk lejohet të ketë element të tillë të rrezikshëm në ambiente shkollore. E dyta, nuk është zgjidhje kjo, sepse duhet zgjidhur një herë mirë problemi i ngrohjeve. Dhe e treta, është që nuk e di pse nuk funksionojnë, se ne i thonë kemi vënë kaldaja gjitha ne etj, por nuk po i shohim këto kaldaja gjikundi. Ata që kanë vu kaldaja, thonë ata që shpërndajnë thesë të millit. Qartë. Pa aktualiteti është kështu. Po drejt, prandaj e thash edhe unë këtë, se jo se... Prandaj doshin të myllshin këtë ekran të këtij halexhiut. Kuptoj. Megjithatë, unë absolutisht... Dhe kjo media, neve njëlqim vetëm si dominat. Kuptoj. Lekët e pensionit erdhen më, apo më në fund, apo s'kan ardhur akoma? Në ardhë lekët e invaliditetit, unë të folësha sot duke qesh. Qartë, e kuptova drejt. Nuk kam se vinë lekët se një ministër i rendit duhet merret me rendin. Po duhet të millit me çun malësi se ti i din se Qartë. Duhet mësoj se cili të bëj punën e vet në këtë vend. Bravo. Absolutisht. Nëse fillojmë bëjmë secili punën tonë, unë të gazetarit, ai të ministrit, ai tjetrit drejtorit, ai tjetri, atëherë ky vend bien shinat dhe ecën përpara. Nëse vazhdojmë të bëjmë gjithë secili punën e tjetrit dhe mos bëjmë punën tonë, padyshim që kjo do të krijojë probleme, padyshim. Ju lutem si emision po bëhemi bezdishëm me kamerën e juaj vit filmoni në shkollat e Shijakut si në Dakor. Atëherë, unë e vlerësoj shumë dhe të falenderoj shumë, sepse halli më i madh për gjithë prindrit janë fëmijët dhe sidomos në shkollë, se në shtëpi u gjejmë zgjidhjen. Nëse skemi, sigurisht do mundohemi të paktën të ngrohemi me vet, po në shkollë nuk kujdeset kush për fëmijët. Nëse nuk kanë ngrohje, nuk shkon kush t'ja u fërkoj këmbët e t'ja u ngroh. Po ngelen aty në të ftohtë. Është një problem shumë i madh. Kjo është një problem vërtet për tu evidentuar. Në Shijak, pra asnjë prej shkollave nuk ka ngrohje. Dhe në disa janë vendosur me bombla gazi, gjë që nuk është absolutisht normale dhe e lejueshme. Duhet ndërhyjnë institucionet për të frenuar një tragjedi të mundshme në shkollat e Shijakut. Shumë faleminderit për denoncimin zotërisë nga Shijaku, e përshëndes dhe uroj vërtet që edhe hallet e tjera, problemet e tjera që ka me vonesat e pensionit të zgjidhen. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo, mirëmëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Mirë se ju gjeta. Zoti Patrik. Po? Unë jam një qytetar nga Korça. Po? Kemi folur para 3-4 muajsh, disa herë. Po? Në lidhje me aluizmin e Korçës. Po? Shtëpinë e kam ndërtuar që në vitën, edhe kam futur karta për legalizim në 2006. Po? Tani, për të takuar me drejtoreshin në aluizmit atje, nuk e di, më kollaj mund të për të takuar kryeministrin se sa drejtoreshin. Para vitit të ri, do më thënë, ishte problemi që takimet i benin të marte dhe të inter. Tani e kthyen të prenteve, vetëm të prente. Vete të prente e thotë e është në Mbledhje. Vete të prente tjetër e është në Tiranë. Lidhje
Më falë. Si mund të zgjidhun këtë problem? Jo, ky është problem shumë i drejtë dhe ne se duhet ndërhyjë institucioni qendror, nëse institucioni nuk e bën detyrën për cilin paguhet, se përdesa ka vendosur një orar pritje, atëherë ta zbatojnë. Nëse nuk ka orar pritje, thuaj që s'ka orar pritje dhe po sqarohemi. Absolutisht ky është një apel për kreun e Luiznit që të ndërhyjë në Korçë dhe ta zgjidhë këtë problem, se nuk është i pari rast që ankohen për mënyrën se si shërbehet. Nuk po themi për procedurat se hajde se po i shohim ndoshta ka probleme të tjera. Po ju konkretisht që nga 2006 e deri më sot, çfarë ju kanë thënë zotëri? Pse nuk ka asnjë problem të zgjidhur në këtë histori? Sepse nuk ka problem të zgjidhur se këtu i zvarritin gjërat ose janë për të pranuar rispetin, nuk diun se si ta shpjegoj. Por problemi është se juve, domethënë si gazetari i njohur dhe i sjellshëm e i edukuar, unë kam pasur përshtypjen dhe prapë e kam, nuk se e humbas, po që edhe në fundi që kemi folur bashkë, më keni premtuar se do dërgoni një gazetar të komunikon të edhe me mua. Kam lënë numrin e telefonit. Jo, nuk është se kemi humbur kontaktin me ju, por tash edhe një herë ka aq shumë çështje sa gazetari i Korçës po i merr një nga një, se nuk mundet do t'i marr gjitha për herë, se do të ishte e pamundur. Absolutisht që ky është një problem për ta adresuar edhe tek zyra qendrore. Prandaj po e them, do t'ja adresojmë edhe zyrës qendrore të Aluiznit, drejtorisë përgjithshme të Aluiznit, sepse duhet ndërhyr institucionalisht në këtë rast që drejtoria në Korçë ta bëj punën e vet, i përgjigjë qytetarit. Nuk është problemi se një apo dy raste, se nuk jeni vetëm ju në këtë hall, se besoj se të gjithë shkojnë aty dhe presin dhe nuk e takojnë dot, apo jo? Unë e kuptoj, po unë do desha, domethënë do të lutesha juve brenda mundësive që të komunikoj gazetari i Korçës këtu dhe të... Dakor, okej, do ta adresojmë edhe për gjitha çështjet e Aluiznit, t'ja kërkojmë edhe kësaj drejtoreshës, thatë që është drejtoresha, apo jo, e Aluiznit në Korçë. Që na japë një sqarim se çfarë ndodh me këto probleme. Edhe një gjë tjetër kisha me ju, zotëri, ju keni të ndërtuar në 90-ën apo se nuk e di u kap ky vendimi i fundit për ndërtimet e para 91-shit, sepse ky është vendimi i fundit. Nuk u ka. Nuk është para 91-shit, në 91 është. Okej, dakor. Kartat janë futur në 2006. Dakor, e kuptoj. Zvarritjet e një pas njëshme. Dakor, të qartë. Okej. Atëherë edhe një të më falni, po që se është brenda mundësive. Patjetër. Sigurisht brenda mundësive tona, sigurisht do të kemi mundësi ta adresojmë edhe nëpërmjet gazetarit tonë në Korçë rastin konkret, por të gjitha rasteve që kanë problematik me Aluiznin. Ne falenderoj shumë zotrin dhe sigurisht një apel i rëndësishëm për zyrat që shërbejnë dhe në këtë rast e kanë për Aluiznin, është gjithmonë ka pasur një korrektesë në mënyrën e komunikimit me ne nga ana e institucionit, madje edhe interes të drejt për drejt të Aluiznit për të sqaruar qytetarët. Po i them fare thjesht, në Korçë ka një drejtoresh, siç thot zotëria, që ditën e pritjes me qytetarët gjen mbledhje dhe nuk është asnjëherë për të pritur qytetarët. Ta verifikojnë dhe ta sqarojnë, mase qytetari ka drejt, mase s'ka drejt, ta verifikojnë institucionet dhe ta evidentojnë problemin. Ecim më tej, presim tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Alo. Po, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. 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 Po ju dëgjoj shumë mirë, mirëmëngjes. Doktor Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Jam një minator nga Puka. Po, me kënaqësi. Unë pava më darkë, djetë maram. Pava maram darkë. Po? Që naftetarit, ju dha status i naftës, naftetarve. Po, drejt. Jemi në minator të gjithë Republikë Shqipërisë, që ne nuk kemi marrë status minator akoma, për disa vite që të dërgojmë shpite dhe përnajipet. Po si po e kërkoni, se kam përshtypjen se nuk ka funksionuar mirë edhe kërkesa, sindikatat nuk e di nëse e kanë përçuar mirë zërin e minatorëve, se tani nëse e meriton dikush statusin në këtë vend, absolutisht janë minatorët dhe naftëtarët, padyshim se janë dy sektorët që e kanë mbajtur gjallë këtë vend, nuk e kanë mbajtur ekonominë në këtij vendi. Kështu që është absolutisht shumë e rëndësishme kjo. Të parë në Shqipëri vinë aviatorë, kanë status, një, të dytë vinë marinarë, të tre do vinë minatorë. Aviatorëve një, marinarëve dy është dhënë statusi dhe minatorëve akoma që është dhënë status. Shumë e drejtë. Një, si ngaloje për interesat e veta personale, sot të qërin nga minatorët për interesat e veta personale.
të mërëje hotelet e Durrësit që ka të minatorëve që i ka që Durrës. I ka si pronë private dhe për minatorët nuk të kërkojë drejtet e veta. Shumë e drejtë. Absolutisht ky është një apel. Komplet hotele privat dhe për minatorët nuk shkën që të takohet kam për kam në Shqipërinë, po e përkojë që të shkërkojë statusin e minatorit. Jemi 20 vjetë e minatorët dhe hala nuk kërkoj zhëti statusin dhe statusin që nga lojët që paguj për të zëqonin që muj, a i në rrinë se shumë dhe bën hizmet hoteleve të veta që i kanë durë që i ka shumë të qera. Drejt. Absolutisht, ky është një apel i rëndësishëm, unë e vlerësoj dhe ju falenderoj, unë i ftoj gjithë minatorët. Po. I kërkoj shteti shqiptar, për kërkojnë përgjithshme në Shqipërisë. Ku janë hotelet që ka pas në kohën e rrës, ka pas minatorët e Shqipërisë, që ka pas shumë bëkazhi, ku janë sot, dhe kush i sot? Cili është e përrarë që i sot në, nemit të minatorëve? Po pandaj nuk minatohet statusi i dashur zotëri, sepse... Nuk ka harë mos nuk ka për shtetit. Më dëgjo... Qartë. Drejta, absolutisht shumë... Absolutisht janë shqetësime të drejta këto dhe unë i ftoj gjithë minatorët, ashtu si dhe ju ta bëjnë të apel dhe të unifikohen të gjithë minatorët e Shqipërisë e të bashkohen për të kërkuar statusin. Sindikatat sigurisht po ta kishin bërë siç duhet punën e tyre, do ta kishin miratuar, kishin kaluar me kohë propozimin për miratimin e statusit, ashtu siç bën naftëtarët, ashtu siç kanë bërë detarët, aviatorët e me radhë, të cilët e kanë përfituar këtë status. Minatorët janë në kushte të mjerueshme dhe miratimin statusit do të zgjidhte jo pak problemet tyre. Kështu që i ftoj të gjithë dhe unë e falenderoj shumë zotrin nga Puka që e bëri këtë apel. Por sigurisht prandaj hezitohet miratimi i statusit. Me miratimin e statusit minatorit do të kërkohen llogari edhe për hotelet, edhe për kampet e pushimit, edhe për të gjitha pasuritë e sindikatave, të cilat nuk i gëzojnë minatorët, po duhet parë se kush i gëzon. Dhe ky është një problem shumë i drejtë që duhet adresuar, duhet ngritur, e meriton edhe një hetim, në fakt, në historia e sindikalizmit në Shqipëri. Nuk e kam vetëm me minatorët, në përgjithësi, çfarë është bërë me pronat e sindikatave në këtë vend, ku kanë shkuar, a i gëzojnë vërtet njerëzit të cilët sot janë sindikalistë apo jo? Një pyetje e cila meriton përgjigje në këtë vend. Dhe këtë bën vetëm një hetim i drejtë dhe sigurisht miratimi i statusit të minatorit në këtë rast që të kenë mundësi të gëzojnë dhe ata. Ashtë sa ju jep statusi, nuk ka rëndësi. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Përshëndetje. Faleminderit. Në fund arritat dukat, sepse më shumë vështirësi, po e arritat qëllimin. Shpresojmë të jetë për gjithë, po. Nga një fshat të afër Kamzës, Kasal quhet. Po. Nga njësia administrative e Zallherrit. Po. E të drejtën, dëgjojmë gjitha telefonatat, gjitha ankesa, edhe më mërë me fshati më i lumtur në botë, jo në Europë, do tjetë Kasala. Pse? Sepse, në fakt, ne kemi evidentuar disa herë probleme nga Kasala dhe jemi munduar dhe t'i trajtojmë disa herë. Po. Janë gjitha mashtrime që bëjnë telefonatët, sepse këtu është vendi parajsës. Po mjetë të burrat qohemi të gjithë shkojmë Kasal. A të them, nuk ka një kushtet, ju bëjë thirrje të gjithë njerëzit që kanë probleme me veshkat, të mos shkojnë tek doktorit për operime për heqje gurësh. Ta bëjnë rrugën. Tipin furgonat Kasalës, sepse direkt janë dalin më mirë se sa nga spitali. Dalin gurës, komplet. Kuptoj. Vetëm me traktor me zinxhir, se tjetër gjë nuk funksionon. Kuptoj. Ujë nuk ka. Dritat janë vësht, ka një vit që janë vënë telat e 20 mishit, nuk lidhen, absolutisht. Ma nërmeja dhe tjetë shati më i humbur në botë. Edhe të llogarisë që është 2 kilometra larg Tiranës, tu vetëm mashtrime. E po që nga një parajse e virgjëre pas zbuluar e Shqipërisë. Absolutisht po. Edhe pse është pjesë e Bashkisë Tiranës, apo jo? Pa, ta ti dhe bëmi rahatme, si kemi nga ka morë Bashkia Tiranës, jemi shumë mirë. Qartë. Dëgjova edhe diçka tjetër, se s'mund të rrim pa kalu të qikë të politika, dëgjova Ben Blushin. Po. Edhe me të drejtën ai ishte, atu se është një fëmijë 5 vjeç që ka lindur i pastër edhe nga të gjitha. Më bori përshtypje diçka, se vetëm Ben Blushi mund ta rregullojë këtë vend. Sikuraj nuk ka qenë qeveri pjesë e qeverisë deri më sot. Mirë, po, a i lind çdo kujt drejta që pastrohet e të filloj nga zero, apo themi?
Apo nuk besoni më të kjo në politikën shqiptare? Po ku besohet nga çdo zgjedhje, të gjithë kush është në opozitë, bëhet njeriu shumë i pastër. Angel bën gjatë opozitës. Angel. Në momentin që merr qeverinë, harro pastaj sepse është komplet punë që të mushin gjepat e veta. Drejt. Jep një emision tjetër prap, jep një reklam, gjitha televizorët japin një reklam për këto aparatura që ato të nimën sociale do t'i marrin pa para. Po. Për aparatet e transmetimeve digjitale, po. Po kjo është gjë më nonsens që kam dëgjuar ndonjëherë. Se po që është teknime ekonomike të thotë po pate televizor nuk e përfitohet, atëherë du aparaturën unë. Kjo është, në fakt, kjo s'më kishte shkuar mendja, faleminderit që na e solli mendja. Atë kush i ka përfituar këto paketa digjitale se kjo është nonsensi që nuk. Pra, ne pas kemi dhënë aparat digjitale atyre që s'kan televizor. Po patjetër, në vend që të marrin televizor për të marrën ekonomike. Po, ja kemi arritur këtë ditë, ama i ka pajisur gjithë ata që s'kan televizor, i ka pajisur me aparat digital. Me të thënë drejtën, edhe njëherë më falë të votova, shqyqyrë që ndigjojmë. Faleminderit shumë, faleminderit. Shprehemi, por nuk kemi të lloj besimi. Faleminderit shumë, vërtet meriton vëmendje zona Kasallas apo në përgjithësi ish komuna e Zallëherit, njësia administrative Zallëher, por të ketë vëmendje me që kryetari i bashkisë Djena tha që do të ketë tani në 2017 vëmendja do të jetë periferia. Atëherë, nëse quajmë periferi vetëm këtë zonën e Unazës, nuk kemi zgjidhur gjë. Shkoni pak në fshatra, të nderuar drejtor pa fare të bashkisë së Tiranës, në 27 vjet ka drejtor pa fund. Shkoni njerëz se çfarë ndodh, ku jetojnë, çfarë rrugësh ka, shikojeni pak hallin edhe fshatit, mos shikoni vetëm qytetin, ju lutem. E kam fjalën për gjitha bashkitë, nuk e kam vetëm për Tiranën. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Përshëndetje. Zoti Patri. Po? Po jam nga Kuçi. Po? Fati qaj. Po? Komuna qaj. Po? Po, dëgjoj shumë mirë. Fshati qaj në Mosgaboj është gati në Bjeshk, apo jo? Bjeshk, kofi me Restelisën. Pikërisht. Ate, po të shosh në Restelisë, do të asfalt që është në Tiranë. Po? Kurse këtu në këtë protector është një rrugë katastrofë, përse se dalë fugurat pjesë për me i kukës. Po? Dhe këtu nuk punon as televizori, drita njeri i njervin. Ate në televizorit nuk punon. Pra, internet nuk ka fare. E kuptova. Punojnë ato, dhe internet jo shumë i dobët, shumë dhirës ma s'kanë. Pra, nuk ka as valë celulare, apo nuk ka as... Valë celulare ka, po me shkutja, ajo prishë të vëmë me një vend gabu. Po televizori, qëfar nuk merë televizionin publik shqiptar, apo nuk ka as një lloj forme tjetër komunikimi? Po, pikët drita dhe nuk punon televizori. Qartë, e kuptova. Tjetëra. Po. Nuk ka, i fermer nuk ka. I fermer në fshat duhet 2 orë me shkuar dhe doktori. Kuptova. Kurse doktori kryesor, a me banim Kukës. Pra, doktori shpine ka në Kukës, po ju shërben ju në qaj, pra në gryk qaj gati në majet Bjeshkve, ju shërben nga Kuksi. Ma Karapit, kufizona me Dibrën. Po, e kuptova, në kufi me Dibrën, drejt. Po, kemi një mshtjek, më shatë, po duhet 2 orë me shkuet e një mshtjek. Infermeret janë të shpje vetë, pa i lashe, pa sanacion dorë. E kuptova, drejt. Mirë, unë të falenderoj shumë për telefonatën dhe sigurisht për këto shqetësime që ngrite. Pra, po flasim për zona se lexova pak më herët në titujt e gazetave ministrin e arsimit apo edhe ministrin e brendshëm që shpërndajnë ndihma dhe shkojnë në disa zona, të cilat sigurisht mund të shkojë edhe makina, po mund të shkojë edhe helikopteri, po shikoni edhe këto zona ku është harruar se ka jetë, mos e shikoni si diçka të çuditshme këtë që po them. Ore ka jetë në çdo vend, në çdo cep, edhe në majet të Bjeshkve ka jetë, edhe atje
përderisa shteti ja u kërkon votën, ka dhe detyrimin shkoj të shërbej. Shkoni shkojni këto halle. Çoni mjekun, mos ja çoni mjekun në Kukës, se nuk u duhet gjë në Kukës, u duhet atje. Se nga çaj në Kukës nuk shkojnë dot kollaj, duhen 2-3 orë për të shkuar me makinë, se nuk po flasim për shërbime të tjera. Presin tjetër telefonata, në mëngjes. Alo, mi mëngjesi. Mirësera, ty për shumë. Uroj një ditë mbanë. Gjithashtu dhe juve, faleminderit. Unë në shkurt kam për të trajtuar disa probleme. Pa tjetër, ju dëgjoj. Problemi parë, lidhet me një firmë ndërtimi Dola. Me bujar pronar, me bujar pronar Nurkaj. Në Tiranë, po të fjallë. Në Tiranë. Se mi mamja. Mu ma habit një fakt. Si ka mundësi që kjo firmë po bënë 10 vjetë që qytetarët e kanë marrë shtëpinë, bas 2-3 vjetës me zju bëri ato murin, ato mbrojtët e shkallëve, dhe tani ka lënë pashësor. Unë duha të di, bashkia që ka qenë, apo bashkia që është... Shënë si ka, shtetin? Pra, a ka detyrime për këtë, se bëni kontrol në fund fare të ndërtimit të mbarimit të objektit. Dhe kjo nuk e ka mbaruar këtë, dhe lekët i ka marrur. Pse i jepin leje për firmën tjetër e nuk e detyrojnë në bazë të ligjeve që të mbaroj punën në këtë pallat? Por vinë qytetarë të gjiten ka të 7, ka të 8, ka pleq, ka njerëz të mur, që me zi gjiten e me zi një ven lartë e poshtë. Jo, më është detyrim për të zbatuar kontratën dhe kjo është kontrolli më i thjeshtë që duhet bëjnë institucionet shtetërore. Unë diku rreth 6-7 muaj më përpara kam trajtuar këtë temë sepse ka qenë shqetësim, sepse 70% e pallateve që ndërtohen në Tiranë, po themi për Tiranën me që e kemi më problem, nuk është se përfundojnë ashtu siç janë parashikuar në kontratë. Pra ti nuk e merr atë shërbim që të është premtuar në kontratën që ke firmosur me pronarin. Ti paguan parat, po diku mbetet ascensori, diku shkalla, diku gropa para pallatit që nuk zgjidhet, diku nuk bëhet lulishtja, siç janë ato të parashikuar në kontratë. Por unë jam sjellur në të gjitha institucionet me gazetarët tanë sigurisht, dhe asnjë prej institucioneve nuk arrin dot të jap rrugë për pyetjes, kush e ka detyrimin t'ja kontrolloj dhe sepse dikush du ta marrë në dorëzim, nuk mund merret pallati në dorëzim, thjesht sepse ti ke paguar lekët dhe hyr, se ke jenë hall për të futur kokën në një shtëpi, apo jo? Do më falë se... Më falë edhe se unë zjata më lindi drejta për ta sqaruar. Më pëlqeve sepse më bërë dhe një sqarim më të hollësishëm, po nuk kam dhe një diçka kështu për të problem. Jepet një leje shfrytëzimi nga bashkia, e ka marrë ky zoti pronar këtë leje shfrytëzimit? Pikërisht pra. Si ja ka dhënë bashkia këtë leje shfrytëzimi? E dyta, krimi ekonomik. Prokuroria, se kemi të bëjmë me vepra penale këtu. Sepse ka marrë paratë nuk ka bërë punën, pra ka vjedhur. Po pra, se pastaj vjen edhe momenti i dytë që ne ja u japim mundësinë të tani edhe të hipotekojnë këto pallate të lëna pa mbaruar me vendime të cilat synojnë sigurisht t'i japin një lloj frymarrje ekonomisë, po në këtë rast dëmtojnë qytetarin, sepse ti do ta legalizosh pallatin tënd, shtëpinë tënde, apartamentin tënd, por nuk do t'i kërkoj kush llogari pse ka bërë ascensorin. Ashtu është. Prandaj unë do kisha dëshirë që të shikohet ky problem me presidente ka një. Unë vajta në një pallat në rast se kam një njeriu tim aty. Po. Ore të them të drejtën, ishin ca pleq me zinxhir në shkallë ato, do të gjithëshin ka të 7 kështu dhe ata tallen me njerëzit, kjo është fatkeqësi e para. Po. E dyta, unë për sa i përket 21 janarit. Ma habito fatri më thënë drejtën. Si ka mundësi që ekspertizma të vërtetojë shumë gjëra, edhe gjykata, prokuroria jonë të neglizhoj. Unë nuk e di relas anën profesionale të tyre, që ata injorojnë vetën në tyre. Orë, unë nuk pranojnë në punën time, edhe ju si gazetar të injorosh punën tënde. Absolutisht e drejtë. Si ka mundësi këta njerëz, të paktën si njerëz, si qytetar të Republikës së Shqipërisë, si ka mundësi që të shkelim i gjakun e tjerë. Orë, tje nuk du më intereson të majtë apo djatë. Ai vrau janë vranë në bulevard qytetarët. Dhe të vetë të paktën duhet sqaroj, nuk ka rëndësi, nuk po kërkojmë patjetër të dënohet Patriku apo të dënohet dikush, por të sqarohet dhe të jepet drejtësi, nuk ka rëndësi se çfarë. Jepet drejtësi në këtë mes. Si ka mundësi këta gjyqtar nuk i vret ndërgjegja? Si ka mundësi këta pushtetar? Si ka mundësi orë të majtë të zgjat parlamentar? A kërkojnë drejtësi? Po sigurisht ishte fëmia i një politikani. Çfarë do ish bërë? Do ishte ngritur vendi më këmbë, do t'i kishe vënë përpara. Dhe e fundit do t'i bashkim, unë banoj, ti më fat do t'i fatri, unë banoj në një zonë në të uzinë e traktorve. Dhe ke parë që ne jemi më mirë të ishim në një fshat të Tropojës, apo në një fshat të Gjirokastës, në fshat të Thellë. Neve vetëm këtë vit kemi ngjerë 7 herë pa drita. Vetëm për këtë muaj janar. Unë nuk e kuftoj, na kalon një linjë nëpërmes pyllit, edhe nuk e çan njëri kokën për të marrë masa burrë dhe bëhet problem, jemi bërë objekt bizete. Faleminderit dhe më falë se u zgjat. Jo, faleminderit ju, sigurisht trajtuat të paktën tema e parë, është një temë, falenderoj shumë zotërin, një temë shumë aktuale. Pra, dikush duhet marrë përgjegjësi për këtë
inflacion ndërtimesh në Tiranë, të cilat nuk kanë as kontrollin, po kontrollojnë se hyn njerëz, jetojnë njerëz, duhet dikush t'i marrë në dorëzim këto pallate, të kualidohen, të kenë kontroll teknik. Nuk mundet dot të shkosh, se nuk ta lejon ligji, shkoj të jetojë një njeri në një pallat i cili nuk është kontrolluar dhe nuk është kualiduar teknikisht. Dikush do ta marrë përsipër këtë, Instituti i Ndërtimit, institucionet e tjera të bashkisë, inspektoratet që ka, se janë pafund inspektoratet që paguhen dhe institute që paguhen në këtë vend dhe askush nuk e merr përsipër të marrë një kontroll në këto institucione dhe në këto pallate. Nuk mjafton vetëm administratori që cakton ndërtuesi që të kontrollojë. Duhet qytetari të jetë i sigurt dhe të marrë ato që ka firmosur në kontratë, që ka paguar 1 dhe kjo është një çështje që në fakt tash ja serova dhe zotërisë. Nuk kemi marrë dot përgjigje. Me gjithë investigimin dhe kontrollin që kemi bërë në gjitha institucionet, ja kemi adresuar këtë pyetje, po gjithë nga e nduart përpjet dhe askush nuk e di se kush i merr në dorëzim pallatet që ndërtohen në këtë vend. Publicitet, takohemi pas pak. Mos u largoni, qëndroni me ne. Jemi rikthyer përsëri miq, do të jemi në dispozicion tuaj edhe për rreth 34 minuta. Do të jemi në komunikim të drejtë për drejtë në këto momente, duke pritur telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Po, ndoshta është pritja pak më e gjatë kjo, kështu që i komandoj sigurisht të telefonojnë sapo të përfundojnë reklama. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Alo? Alo? Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Ju përshëndes, zonë Patrik. Faleminderit. Djo që do të them unë. Po, më thuaj. Kam nga ato 25 vjetun këtu në Shqipëri, kam dhënë veshin që në gjitha këto institucione shtetërore ku vete e shikon atë flamurin e Skënderbeut o Patrik me zirri. I dal bojet kur thonë Shkodranët. Po më bën shumë përshtypje që u ka rënë në sy se këtyre njerëzve që hynë dalin për ditë në këto institucione as që u bie në sy ky problem. Flamuri i tyre është ai i partisë në radhën kur hynë. Ata që vinë. Po. Dëgjoj tash. Po. Kur shikojmë këto fotografitë e vjetra, pushtimet që na kanë bërë ne, jo Greqia, jo Serbia, po. Se Italia e Gjermania kaluan këtu se s'pushtuan gjë. Atëherë, problemi që më vjen keq që humbi linjën zotëria, por po thoshte një problem shumë të rëndësishëm. Problemin e vëmendjes që kemi pra ndaj simboleve. Në institucionet shtetërore, nuk po flasim flasim tani kaq shumë u bë zhurmë atëherë, jo fotoja, jo kush do të rrijë, kush do të rrijë. Po shikoni një herë flamujt që keni në dyert e institucioneve, pastaj flisni për ato çfarë keni brenda. Mos shikoni vetëm flamujt e partive, shikoni edhe flamurin kombëtar, se na duhet, jo për gjë, po na identifikon. Presim tjetër telefonat, alo mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Mirë, faleminderit. Kam për të trajtuar një 2 gjëra të vogla. Po, ju dëgjoj. Unë dëgjoj kështu pjesë se ndjek këtë programin tënd dhe më pëlqen. Faleminderit. Më pëlqen dhe sjellja jote që i përgjigje çdo njeriu. Kështu sa kemi mundësi. Po, si është. Edhe unë dëgjoj këtu ka me qindra probleme të ndryshme që ka populli. Me qindra probleme që trajton ti i 2 orë sa këti përgjigje. Absolutisht 2 orë, po. Edhe po mi si nuk mblidhet që populli më përdheu që ku mbarojnë këto probleme, qa mund t'i bësh ti do të trajtosh, to është po bërtet që mbjes, po thua, po mire me ata nuk e vënë unë një zjarë fare. Edhe e dyta, ata këtu në Shqipëri nuk zbatohet kushtetuta, nuk zbatohet ligji. Unë nuk e dëgjojnë do të fjalën vullnet politik. Ligji dhe kushtetuta do thotë kështu, sigur dhe i hekur shtremt që vetën që hynë në institucion, ose që hynë politik, ose që hynë drejtor, apo hynë ministre, do të drejtohet automatikisht. Absolutisht. Po pra, nuk ka më vullnet, ka ligj. Ka vullnet, ç'është vullnet kështu? Ka vullnet, unë s'ka vullnet. Vullneti është brenda partisë, i zgjidhin si duan, po kur bëhet fjalë për institucione, parlament, ku diun me radhë, nuk ka më vullnet, ka detyrim ligjor. Po bravo. Po edhe tjetra, Patrik? Po. Dhe ai Alfred Peza që ndihë me politikani me eri që ka hyrë për deputet ka 4 vjetë që ka, kishte $1 milion, që është kështu?
Dhe turpi, vete thoti unë ka marrë 10 milion lek, 10 milion lek të vjeta në muajt. 10 milion lek vjeta të marrë muaj dhe. Që ku paguhet në Shqipëri? Sa lek me di Patrik si kësi farë? Me 10 milion dhe? Jo, sa s'bot fjallë. Po që është 10 milion? Pa pikë turpi dhe e thoshte, edhe e tjetëri Balla, i thoshte që që të sulmon politika. Që lidhje ka që? A i ka lekë, a i nëzore lekë, ta që ka 1 miliard lekë. Që të sulmon politika? Që lidhje ka politika? Tani nuk ka më lidhje media dhe politika, po është brenda politikës ta zgjidhin sigurisht në përmjet. Edhe dy të them që politikani me i ri ka 1 miliard lekë. O popull të përgjithësime, o popull. O popull se kështu do vuni e kështu do vdisin. Po të kështu të kejnë turpjo, ata do të qënë qyqin e Hagës gjithë të i marrës lekë, mos i lesh kokën leku. Që ka bjellë gjakun e popullit. Absolutisht duhet dhe shpresojmë që kjo historia e reformës madhe në drejtësi, sepse duhet njës verifikimi në çdo pasurie, nuk e kam me rastin konkret, se nuk duhet përfshihem një diskutim konkret, por duhet jetë në përgjithësi, duhet marrë një iniciativë në këtë vend, gjithë se cili të deklaroj burimin e parave ti, kush nuk e justifikon dot, atëherë shteti duhet veproj si stat, jo me vullnet, po në bazë të ligjit, dhe çdo pasuri e vën në mënyrë të pa justifikuar dhe të pa shpjeguar, të sekuestrohet dhe të vendoset në dispozicion të shtetit. Patrik, asu nuk kam gjë personale me pezën apo me dikë. Jo, absolutisht. Po në Berat ishin dy vëllezër dhe kishin lënë të jemë në shtëpi dhe i sekuestruan pasuritë. Po. Prokuria u vari direkt i sekuestruan. Po pra, kjo duhet të funksionojë për të gjithë, pra. Absolutisht, asnjë prej këtyre njerëzve, qofshin deputet, qofshin ministra, qofshin ish ministra, qofshin çfarëdo që të jenë, drejtore të jetë me radhë, nuk besoj se kanë fuqi ta justifikojnë flas ligjërisht një pjesë pasurisë të tyre, apo jo? Po ashtu, ne themi këtu nga Antona që qel peshku qelbet nga koka, do fillu nga koka, nuk patjetër. Fillu nga koka. Ti rrogë faleminderit. Faleminderit shumë ju, faleminderit ju që bashkoni dhe sigurisht jepni mendimet tuaja shumë rëndësishme dhe padyshim që kjo historia e pasurive, se nëse vazhdojmë me debate dhe akuzojmë njëri tjetrin, atëherë shteti ka mekanizmat, ka prokurori, ka gjykat, të verifikohen të gjitha pasuritë, ka krim ekonomik në këtë vend, të verifikohen gjitha pasuritë e këtyre njerëzve që janë sot në politika, apo kanë qenë politikë, s'ka rëndësi, dhe kush nuk e provon dot burimin e pasurive të pamenda që mund të kenë disa, atëherë të vjen në dispozicion shtetit, mund të krijoj plot zgjidhje, halle, probleme shteti me pasuritë që mund të sekuestrojë. Kështu funksionon çdo vend të botës, gjithë secili duhet i dalë për zot asaj që ka ndërtuar dhe ta justifikojë dhe shpjegojë atë që ka krijuar si pasuri në këtë vend. Qofshin në rrugë të ligjshme, t'i gëzoj dhe t'i shijoj. Presim tjetër telefonat, alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje. Përshëndetje. Mëngjes, zoti Patrik. Mëngjes, mirë se erdhët. Si jeni? Mirë, faleminderit. Urime për emisionin. Faleminderit juve. Jam një banor i zonës Katunit Ridur. Po? Kemi shumë probleme. Po, konkretisht. Ky vend ka me qindra probleme. Po flisni për zonën Katunit Ri, po konkretisht, kush janë problemet më shqetësuese që i keni nëse i përmbledhni në një paketë problemesh? Ja, për shembull, ujë i pishëm është skandaloz. Kot quhet ujë i pishëm, se nuk është ujë i pishëm. Kuptova. Pa ujë nuk pihet, shkurt për ta thënë. Uji nuk pihet. Qartë. Pa punësia është në kulm. Me çat blehet uji? Po se normalisht kur nuk pihet do të turohesh ta blesh dhe kjo kam përshtypjen se në disa raste funksionon edhe si skem, se i shoh disa janë gatshëm menjëherë sa shihen zonat ku nuk ka ujë apo që uji është i pa konsumueshëm, janë autobotet, janë bidonat e mëdhenj që menjëherë shpërndahen nëpër këto zona, po pasigurisht. Tu s'ka asnjë interesimi. Po. Energjia elektrike. Nuk vjen njëri pa fare sahatës. Vetëm shkruhet kaq ka filani, se sa është kilovatori nuk dihet fare. Kuptova. Vje puna, paguajmë edhe nuk dim se çfarë paguajmë.
na bin fatura afërfe. Kam pagujt 2-3 herë afërfe, kur vje puna thot kanë hyrë sistem. Po mirë, ku që bani sistemin? Njeriu apo njeriu sistemin? Absolutisht është njeriu që bën sistemin. Dhe njeriu kur ma bjen faturën, ti nuk ma shkruan që je si deficit. Po deficit me qenë po. Ndërsa debitor, ndërsa ashtu jo. Pse nuk ma shënon edhe atë që ti më ke marrë mu 100.000 lekë dhe mi ke si deficit dhe mund të mi paguaj pavon? Pse nuk e fut faturë tjetë? Shumë e drejtë. Po debin e fut, ha? Po patjetër, me zor shpret. Ashtu. Kanalizimet. Po. Një shi po të bije për vëshët. I do gjë. Drejt. Absolutisht është shumë e rëndësishme. Tashti edhe pak vinë votimet. Po mirë, çfarë i kërkojnë ti popullit? Çfarë ke bëu ti për këtë popull që ti të kërkon votimet? Po nuk u vjen turp që të kërkojnë votimet? Nëse nuk i ke shërbyer, atëherë nuk e di se si mund ta kërkojnë votin, por në Shqipëri ndodh kjo, nuk ka rëndësi. Ka ishte të aty tjetrit për të kërkuar votën, një kohë po ti s'ke bërë asgjë. Po ndoshta i kemi mësuar ne t'ja u japim votën edhe kur s'na kanë shërbyer, ëh, se ky është pak edhe fare jon. Ne i kemi mësuar, ajo diskutohet. Ne i kemi mësuar edhe ato vinë rahat fare të kërkojnë votën tek. Pikërisht pra, sepse nuk i është mbyllur në herë dera. Ne nuk jemi në gjendje atyve t'i vëmë pikat mbi ose kufirin të thana. E drejtë. Kjo qartë. Gjasi shumë me këtë popull. Dakor. Sepse derisa të mësohet ky popull se çfarë duhet të bëjë politika për popullin, do të kalojnë vite. E drejtë. Unë ju falenderoj shumë, absolutisht janë të rëndësishme. Katundi i Ri është një zonë ndër më fushore në Shqipëri dhe sigurisht një zonë që meriton vëmendje padyshim dhe është për të ardhur keq që në ujin e pishem nuk e ka, faturat e energjisë elektrike nuk i ka, etj me radhë probleme kanalizime, s'ka punë etj hapësira të cilat sigurisht ja ngushtojnë jetesën njerëzve dhe ja bëjnë të vështirë. Kështu që prandaj është shumë e rëndësishme kur shkoni të kërkoni votën, të masni një herë se çfarë keni bërë për këta njerëz që ja u doni sigurisht kontributin e tyre me votë. Dhe pastaj sigurisht edhe taksat më vonë. Presim një tjetër telefonate. Falenderoj shumë zotrin nga Katundi i Ri. Presim telefonatën e radhës. Alo, mëngjes. Mëngjes, zoti Patrik. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Para 10 ditësh kemi komunikuar në lidhje me një takim që unë kam prej një viti kërkoj me kryeministrin për 2 probleme madhore. Po. Dhe dje, rreth orës 12:30, kemi komunikuar me një telefonat nga kryeministria me idenë se ja ka dërguar për kompetencë prefektit Qarkut Fierit. Po, është vërtet, para 6 muajsh ja ka dërguar për kompetencë prefektit Qarkut Fierit zotit Xhevid Bushi. Çfarë ka kaluar për kompetencë? Ju kërkuat takim apo jo me kryeministrin? Po, kam kërkuar takim. Tani takimin ja ka kaluar për kompetencë prefektit, se nuk e kuptoj. Prefekti për zgjidhjen e këtij problemi ka marrë dokument nga kontrolli i lartë i shtetit, nga 2 institucione të tjera dhe faktikisht e mori dhe i fsheu dokumentat dhe merë në telefon për zgjidhjen e këtyre problemeve 6 moshatar, nga 60 deri 70 vjeç, që njeri sot nuk rron me. Dhe unë jam njoftuar nga këta persona se nga ka silur prefekti. Prefekti i Fierit i fsheu dokumentat. Kam komunikuar përsëri me kryeministrin, ja kam dërguar përsëri, por me sa kuptoj unë është e vërtet dyshimet e mia që nuk i vjen kryeministrit, pengohen nga dikush brenda në kryeministri se marrin kontakt me kryetaren e bashkisë Majlinda Bufi dhe siç duket kjo i thot, lere se s'ka qa bën. Të lutem, aty t'ju jap një sugjerim se e kuptoj, me drejtë keni këtë shqetësim se jo gjithmonë, se gjithmonë prandaj ka një sër para dhomash derisa shkojnë te dhoma e kryeministrit këto kërkesat e këto letrat. Komunikojeni në Facebook se kam vënë re që kryeministri i përgjigjet gjithë qytetarëve në Facebook. Nuk po mundem t'ja gjej Facebookun kryeministrit, po edhe atë nuk e kam problem për ta bërë, por janë disa arsye këto pse nuk marrin rrugëtimin ose pse nuk vjen tek personi që neve kërkojmë. Nuk vjen këto se janë të përfshirë këta me njëri tjetrin dhe aktualisht sot duhet të sqaroj. Dhe një problem tjetër të zonjës kryetare Majlinda Bufi se ata që kanë falsifikuar dokumentat i ngrenë në detyrë në vend t'i japit, t'i sugjeroj apo t'i përzgjidhje problemit, i ngrenë në detyrë atë komunës të bashkisë e ka quar drejtor të gjithë bashkisë. Që çokër këti, ai ka falsifikuar 10 dokumenta. Agronomin e komunës e ka krushk, e heq nga njësia administrative Kuman, e çon në Kurjan dhe hap fjalë këtej se është pushuar nga puna.
Kështu zgjidhen problemet. Qartë. Atëherë, kryeministri duhet i di këto gjëra, megjithse unë jam i parimit se jo çdo gjë, pra duhet shkoj se një njeri nuk mund t'i pranoj, se imagjino sa shqiptarë duan të flasin, të komunikojnë, t'i adresojnë problematika kryeministrit. Gjithë, edhe unë kam i tuf me gjëra që do doja t'ja thosha, por nuk mundem. Dyshimet e mia që kanë qenë që nuk i kanë shkuar kryeministrit, dhe janë përforsuar më shumë se thot na i dërgojnë një herë letrat. Dakor. Pse më zonjë nderuar ti dërgojnë edhe një herë letrat? E kuptova shumë drejt. Provojeni komunikimin më drejt për drejt. Kryeministri e ka ndërtuar online në Facebook dhe sigurisht që është mundësi e mirë për t'i adresuar nëse keni këtë dyshim. Po, ju lutem, po mundet, më dërgoni Facebookun e kryeministrit, se unë nuk po e gjej dot, dhe në qoftë se ka ndonjë punonjës të kryeministrisë, t'ia thot kryeministrit që muat më presin në takim. Dakor. Kam dhe dokumentat të tjera që nuk... Dakor, ja po ja themi publikisht dhe sigurisht do ta komunikojmë edhe adresën absolutisht për sqarim, jo çdo gjë shkon te kryeministri, se po të shkonte çdo gjë te kryeministri tani do ishte pamundur të merrej me gjitha gjërat njëri. Flasim gjithmonë, prandaj ka stafe, por sigurisht dyshimi i zotërisë është se nuk shkojnë qëllimisht te kryeministri për të fshehur diçka që ndodh në Bashkinë e Roskovecit, sipas zotërisë që komunikoi në këto momente. Megjithatë, sigurisht ky është një apel për institucionet kur ka adresime çështjeve të tilla, sigurisht mundohen të japin zgjidhjen e duhur edhe sa më transparente, se me prefektin e ka konsumuar zotëria dhe nuk ka ndonjë zgjidhje tjetër për t'i dhënë. Presim tjetër telefonat. Alo, mëngjes. Alo, përshëndetje. Përshëndetje zonjë, mirë se erdhët. Nga Lushnja ju flas. Po, me kënaqësi, mirë se erdhët. Për aluizmin e Lushnjës. Po. Në datën 20/1/2017, drejtori i aluizmit Elvis Kyra ka dhënë një dokument falso. Se do thuash se ka dhënë falso? Kur ky dokument, kjo objekt është objekt shtetëror dhe është në privatizim. Kurse ky personi e ka futur për në legalizim dhe i duhesh një dokument dhe zoti Elvis Kyra e ka bërë objekti me të dhënat e sipër përmendura thotë përfshihet në proces në legalizimit. Si u përfshika ky në proces legalizimi në aluizëm kur ky është në privatizim? Po për çfarë objekti bëhet fjalë, zoj? Objekt shtetëror. Pra, që ta kuptojmë pra, bëhet fjalë për objekt shtetëror dhe aluizni sipas jush i ka dhënë vërtetim proces, se është në proces legalizimi një personi i cili sigurisht nuk është shteti në këtë rast, sepse do të jetë pronari apo jo. Dhe ja ka dhënë këtë dokument, ja ka dhënë dorazi këtij personit, edhe ky dokument ndodhet në dorën tonë. Qartë, e kuptova. Po, e keni denoncuar diku, se kjo është për denoncuar? Po jo, prandaj ju ka marrë ju, për denoncim them. Dakor, po them institucionalisht, prokuroria, policia, gjykata, jeni drejtuar, apo ky është denoncimi i parë që po bëni? Mirë, është denoncimi i parë që po bëjmë. Okej, kuptova. Me kënaqësi na ndihmoni pak. Dakor, shumë dakord. Qëndroni në linjë, ju lutem, komunikoni pak, por unë ju ftoj ta bëni denoncimin publikisht. Komunikoni pak me redaktorin, sigurisht që marrin dhënat, se nëse bëhet fjalë për një dokument të falsifikuar, të lëshuar në mënyrë kundërligjshme, kjo është vepër penale dhe sigurisht media thjesht mund ta bëjë publike, por institucioni do të jetë ai që do ta kryej pra hetimin. Prokuroria, krimi ekonomik në këtë rast, apo edhe institucionet tjera cilat veprojnë në rastin se bëhet fjalë për falsifikim dokumenti. Një proces që është në një objekt në proces privatizimi, ndërkohë është edhe në proces legalizimi, sikur nuk shkojnë këto, janë dy gjëra që nuk përputhen ligjërisht. Presim tjetër telefonata, mëngjes. Përshëndetje, mëngjes. Mirëmëngjes. Ju sinqerisht për emisionin. Faleminderit ju. Do të them një reformë të qeverisë që mund të pëlqyer. Po? Arsyeja pse? Gjithmonë paguajnë drejtat. Një pjesë e popullit, që në thënë 50% ose 60%, i paguajnë vazhdimisht. Një pjesë fare nuk i paguajnë. Jo, është PD-ja nuk i paguaj, vjen PS-ja nuk i paguaj. Kisha komunikim kështu me shoqëror, për kata ne kështu. Edhe unë një knaqë kur i shoh rresht gjithë atje të gëbohu paret e shpenzimit të energjisë elektrike. Jam i gëzuar shumë, sepse unë kam paguaj gjithmonë, edhe s'kam përfituar si herë falje. Kështu falje një herë, shpëtuar ata si që edhe gjithmonë
Kështë fjalla urt popullore që ka thënë i madhi Kadir Roshi. Kishte qenë një herë nga hena qingji i butë sis dy nana, duke dini një të rëllë se sis rufjani gjithë kopen. O, zoti Patrik, po të shi, unë tash shi shembull. Ja, drejt. Të shi rufjanët në kanë dalë në këtë, se unë i thash ka bërë front mirë, po e në bërë rufjanave këta, që po sisin kopen të rufjana. Po, pra, po. Një shkollogu jotë, gazetar, ishim simpati, sa ishe një gazetari. Po në dojnë milionjerë, vaj. Si shduket politika në këtë vend nuk është... është bëga me parame. E qartë. Po si se muere me dhe ne, po s'kimi pa shkollet, që që me dhe në politike të bëshë me para njëherë. Drejt. Hajde e një të emisionin. Faleminderit shumë, ju përshëndes, uroj ditë mbar. Presim tjetër telefonata, alo, mëngjes. Alo? Alo, mëngjes. Mirë mëngjes. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Nga Imara ju marë. Po, me kënaqësi. Po. Atëre ku kemi qenë familjarisht. Antarë të buqësisë së Imarës. Unë e kemi vite që kemi ikur nga fshati në Imarë dhe kam tani 3-4 vjetë jam kren nga Gërqia, që vëtit. Dhe nuk kemi pa ishur me to. Këta di ministria, di Berisha i pari që ishte krye ministri, di Rama, di në këtë gjithë këta. Dhe nuk bënet asnjë gjë valla. Çfarë bënen me këto gjëra? Çfarë bënen? Nuk jemi rreth 50 familje, nuk kemi pak. Po nga kush zonë e Imarës që nuk e keni përfituar? Pse? Çfarë të ndodhur? Na shpjego pak. Po ne kemi qenë dikur në Gjvati, nuk kishte njeri këtu, ata thonë të merrin. Pra, do të thënë, ju po flisni për familje që kanë emigruar, pra, njerëz që kanë emigruar nga zonat, dhe kur është bërë ndarja e tokës, ju nuk keni qenë këtu dhe nuk u ka llogaritur njeri. Pra kjo është ajo që po thonë. Ne tokat tona i kemi patur në fshat, në Pilur, për shembull, jam nga Pilur, në Pilur, po. Po ne jetojmë në Imar vite, babai më ka kthyer që në 7 vjetë në Imar, të tjerë kanë kthyer në 6 vjetë apo. Po në Pilur, kush e ka gëzuar tokën se tash se kanë ikur? Atë 7500 ishi çfarë sa jo. Po ka mbetur, është ndarë gjitha se toka është ndarë për frym. Po ka mbetur, ka tokë që do ta rishikojsh ti. Jo, ana kemi vajtur ka qerë që aty vjen policia na vë përpara si gomar, kemi vajtur gjithë ato ore. E kuptoj. Sepse tani do të bëhet paktën kështu është premtuar, unë po flas mbi atë çfarë ka thënë kryeministri, mbi çfarë kanë thënë vendimet e qeverisë. Do të bëhet verifikimi dhe sigurisht do të evidentohen edhe familje që nuk kanë përfituar apo që kanë përfituar padrejtisht shuma caktuara sipërfaqe toke, mbas ligjit 7501. Nëse unë kam qenë 4 frym në familje, për 4 frym do të kem marr, po nëse dikush ka marr më shumë, do të evidentohet dhe sigurisht do të jepet atyre që nuk kanë marr fare. Kjo është ideja. Ne kemi ardhur këtu tash, u s'ka çfarë të bëj valla, se punë s'ka, gjë s'ka, pak nuk të kisha, po të kisha vënë një dënim tokë. Do mirë sa më diçka valla, tani do marroj edhe ato që kemi pruar deri edhe pasaj çfarë do bëjmë? Do rrim do frymësit. E drejt. Në fakt duhet menduar një zgjidhje dhe këtë po ja sugjerojmë qeverisë me që ju bashkarisht po telefonojmë për ne. Kemi atë fshatarin ton aty, atë Aleksandër Çipuri, kam bë ka qera aty, në fakt po duhet të gjithë ju gazetarë duhet të... Jo, absolutisht shumë e drejtë, sepse duhet menduar një zgjidhje. Tani ne vazhdimisht themi, ktheu jo emigrant, hajdeni se ta bëjmë Shqipërinë, hajde të punojmë këtu, hajde të investojmë në bujqësi, dhe se flasim për ditë për investimin në bujqësi. Por ndërkohë, nëse i themi hajde dhe nuk i kemi dhënë tokë, atëherë çfarë ta thrasim këtu, ku të shtojmë problemin, të shtojmë papunësinë, shtojmë pastrehimin e tjerë me radhë. Pra sepse ky është një problem që duhet zgjidhur për të gjithë ata shqiptarë, të cilët kanë emigruar jashtë Shqipërisë, që në fillim viteve 90 dhe kur është bërë ndarja, po pikërisht pra, kur është bërë ndarja e tokave, ata janë përjashtuar nga kjo, sepse dikush nuk është interesuar për... Ne realitetin bëmë në ca gabime se... Po dakord, janë bërë gabimet, po pranaj është shteti për t'i kërkuar. Duhet të shkorim ligjerisht, po nuk e gjim me njëri tjetër, duhet të shkorim ligjerisht. E po kush e mendoi atëherë kur ikëm, menduam se gjërat do të vinin vetë duke u sistemuar, nuk e dinim se gjërat... Këta që bërë sa duan votën, që atit në thonë, sa vinë të marrin votën, ata do vinë për votë tani. Do japëm ne tokë do shkojmë Europë. Absolutisht, unë të falenderoj, sepse kjo është një temë shumë e rëndësishme që duhet adresuar dhe duhet... Pra, çfarë bëhet me ata njerëz që janë përjashtuar nga ndarja e tokave më 7501 për efekt se nuk kanë qenë në Shqipëri, kanë qenë emigrant, por tani u lindë drejta të kthehen dhe të kërkojnë një drejtë që ju është mohuar, pra drejta e pronës.
E falenderoj shumë zotërin nga Himara, nga Piluri më saktë, sepse është një zonë vërtet me tradita dhe që meriton vëmendje, po të fjalë për gjithë ato familje që janë larguar dhe sigurisht nuk kanë përfituar ndarje toke. Po kjo mund të ndodhur në çdo cep Shqipërisë. Presim një tjetër telefonatë. Alo, mëngjes. Mëngjes zoti Patrik. Përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje për emisionin tuaj. Faleminderit. Dhe në flas pak për 21 janarin e famshëm, ke parasysh. Po. Në kohët e vjetra në të zonat tona që ka qenë e koha e tillë, e qellon një me armë, po ka heret kjo punë. Edhe i shkon në ndim, thot, kush të qelloj, thot mos fif kush më qelloj, po pyeten nga merri. Tani, 21 janari i famshëm që abuzon me 21 janarin, kjo u projektu dhe u realizu vetë nga Edi Rama për shkak të videos internetës, u mblodhen gjithë gangsterët, rrugashtë, e mafiost, edhe nostalgjik të komunizmit, edhe një pjesë viktimas për të realizu qëllimin 21 janarit. Në mos të abuzohet me këtë. Kuptova. Pra, këtu politika po abuzohet. Normalisht, politika duhet rri larg, unë për vete personalisht mendoj se duhet lënë, pavarësisht se dikush ka pretendime, është shprehur ose shprehur drejtësia, është puna e tyre ta ndjekin në gjitha rrugët e drejtësisë, duhet thas drejtësia, politika boll mo se e ka përdorur, e ka stër përdorur, si kështu si ashtu, 21 janarin apo çdo fenomen që ka ndodhur në këtë vend me rrënjë politike. Po. Abuzohet me politikën, me 21 janarin, me gërdetën njënën tjetër, ne tani të qasëm pangjiri me politikë që në kam në tokë, të ndihen ata. Ne tani kërkohet që shpërblehen ata. Që shpërblehen ata? Nga buxheti i shtetit, jo, të shpërblehen nga buxheti familjari i Edi Ramës. Është vendim gjykate, nuk mund ta interpretojmë të, ja u ka dhënë gjykata këtë drejt, nuk dua të hyjmë ti diskutimi. Po. Mendoj. Jo, dakord, unë mendimi juaj. Këtë probleme ata. Edhe këtu mos të thonë me këtë popull, sepse populli është në halët e veta. Absolutisht ka boll halë. Mezi po mbije tonë tani. Mos të abuzot me u bëj thirrje gazetar, u bëj thirrje analist, u bëj thirrje gjithë akademistëve, shoqëri civile, gjithë ato që kanë në tokë. Jo të flasën habaden, se tani po ta bëj dhe budallën zoti Patrik. Qartë. Absolutisht një mesazh i rëndësishëm ky. Unë e vlerësoj dhe ju falenderoj shumë. Unë falenderoj të gjithë ato gazetarë, të gjithë ata që me të vërtetë realistë ne i dallojnë, me të vërtetë realistë, edhe ka probleme konkrete aty ku udhën të gjithë shqiptarët. Absolutisht, kjo është duhet të jetë qëllimi. Si gazetarët, si akademikët, si shoqëria civile, domethënë ata dallojnë, po mos të fitën të qeveria, as tek politika. Dakor. Shumë faleminderit, e vlerësoj shumë, absolutisht shumë e rëndësishme kjo. Mesazhet duhet të jenë sa më larg loja politikës kur bëhet fjalë për drejtësi apo për çështje të cilat ka vëmendje vetëm drejtësia për të sqaruar. Do të jemi pas pak, mos u largoni, do kemi mundësi, besoj se janë edhe 1 ose 2 telefonata në linjë për t'i respektuar, për t'i pritur, menjëherë pas pak minutash publicitet. Shpejt, 2 telefonata dhe fundit që janë linjë, do t'i presim se nuk kemi shumë kohë në dispozicion. Alo, mirëmëngjes. Patrik, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Jam një person nga Libra. Po? Desha me të falenderu personalisht ty. Po? Qofshin nderuar ti personalisht. Faleminderit. Edhe të mirat të moshin mrapa tonë jetën tonë. Faleminderit shumë, po e vlerësoj shumë. Kisha di zone me cak. Po, vetëm pak shkurt se s'kam shumë kohë sot, të lutem. Po. Ti popull që të drejtohet ti të zgjidhish hallet, ti nuk mund të zgjidhish hallet ti. Jo, sigurisht jo. Po pa mundë, nuk mund të zgjidhish hallet ti. Këto duhen fundra në rrahës ki popull, që të shtipe kokën për ditë ka pak sigur e ka shtip 25 vjetë. Qartë. Ato kam një votë në dorë, sot jemi demokraci, edhe me anë të votës vetë, të dignitatit vetë, që nuk e kanë herë, nuk e qujnë dignitat votën, shkënë e shafin. E kuptova.
shkojnë edhe ta ndrojnë, ose ti hekin gjithë këto politikon. Pse të drejtojnë ti jetu dhënë morë, po nuk ka se ke hapin. Qartë. Ti zotit ndërhur. Faleminderit. Që është mirë, kurse në zhidhe me të 21 janajnë, i bashkohen bisedat ti para thosit. Drejt, shumë e drejt. Absolutisht duhet largohemi vëmendjen politike nga ngjarjeve të tilla, që ti lëm drejtësisë të shprehet dhe sigurisht ndikimit politike mos përdoret. Me drejt e falenderoj sepse duhet më mirë kuptojnë sot dy telefonuesit e fundit sepse kemi shumë pak në dispozicion, kështu që e falenderoj zotrin nga Dibra dhe sidomos për fjalët e mira që ndau me ne. Absolutisht është shumë e rëndësishme që ne të kërkojmë llogarinë mbas asaj vote. Nuk mjafton vetëm të flasim e diskutojmë, por kur e hedhim votën ta mendojmë se për atë votë duhet kërkojmë llogarinë e saj. Presim telefonatën e fundit. Alo, mëngjes. Alo, mëngjesi. Mirë se erdhët, ju përshëndes. Faleminderit, respekte. Jam një qytetar nga Vora. Po. Kam një problem me punën e ujit. Po. Ke UGT e Vorës. Po. Ka një javë vjetë që është fut linja e ujit. Kam bë kontratën. Po. Dhe ujë nuk kam kështu, kam shku për ta ma lidhë. Dhe më ka thonë kështu që saati po 6.000 lek, i kam thonë mirë bjere veni 6.000 lek saati në ujit. Po? Marë ujë rrjetë, që këmëta. Kanarë kanë verifiku të drejë, ku sa saati që nga e që s'kanarë të lidhë, kanë futi 180.000 lek pa sahat. Pra, edhe pse nuk ju kanë pajisur akoma me sahat, faturën ja u kanë sjellë para dhënje. Po pse, çfarë justifikimi dhan kur u shkuat dhe paraqitet për këtë problem? Shkova dje më tha, ti tha, je sikur je ke lidhë, sa të rregull tha. Pra, ti në institucion figuron sikur e ke vendosur. Okej. Ta verifikojmë sigurisht të adresojmë këtë problem, ju sjell si duhet ta sqaroj këtë punë. Sa kam shkuar dje është një Mirela Domi, apo të shesë, ka bërë tre votën e së bashkë me Daud Buraj. Po. E kam bërë 2-3 herë llafi me ata, hatëm lidhë ujtin jesë më gjallë, më thotë e shikë nga këtu, ako kam ujtin para shtëpisë, ka lëtu vacioni. Jo, po e para një herë të lidhet ujë, se ju 10 vjet keni që përballen me këtë situatë, dhe e dyta sigurisht që nëse nuk është lidhur, pra nuk ka si faturohet njeriu. Më vjen keq që më duhet t'ja ndërpres komunikimin zotërisë, sepse jemi në limite, absolutisht në limite. Faleminderit, por edhe një herë apeli për UKT-n e Vorës. Sqaroni problemin, mos faturoni njerëzit pa drejt, se duhet të marrin shërbimin për të paguar. Faleminderit, do ta kemi mundësinë ta verifikojmë si rast. Faleminderit, gjithë mirat, kalofshim një ditë sa më të mirë e pa probleme. Takohemi nesër.